Mbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhet drejt për drejt në studion e televizionit publik të Kosovës në një debat tjetër televiziv ndërmjet kandidatëve për kryetar komunash. Sonte 2 javë në këtë kohë në qendrat e votimit do t'jenë duke u numëruar votat e para pas mbylljes qendrave të votimit, sepse sot 2 javë do të votohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës për kryetar komunash, ndërsa ne deri me 12 tetor do të sjellim në RTK natë pas nate kandidatë të ndryshëm të gjitha komunave, të gjitha subjekteve politike, sigurisht që pranojnë për të qenë në këtë debat dhe për të ndarë bashkë nga këto premtimet e tyre për komunat përkatëse. Sonte, miqtë e mi, është radha e Mitrovicës, ndërsa në studio kemi 3 prej kandidatëve nga 4 sa janë gjithsej në këtë garë të 12 tetorit. Do të njoftoj një nga një për ata që tashmë janë në studio në bazë të listës që ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, listë që do ta kemë para vetës me 12 tetor qytetarët e Mitrovicës, teksa i drejtohen kutive të votimit. Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosje, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Gzim Plakolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zoti Plakolli, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Qazim Nimani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka pranuar me qenë pjesë e debatit, ndërsa në studio me ne, po ashtu është kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri. Mirëmbrëma, zoti Tahiri, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, për fillim, dua t'ju shpjegoj rregullat e këtij koncepti. Ky është një debat mes kandidatëve, pra mes jush, janë 3 minutat e parë, të cilët ju do t'i keni në dispozicion për të njoftuar qytetarët e Mitrovicës me programet tuaja, pastaj do të kemi nga 1 minutë kohë për të prezantuar dhe për dhënë përgjigje për pyetje dhe tema të cilat do t'i trajtojmë kuadër të këtij koncepti debatuese, pastaj nga 30 sekunda për kohën e replikave. Po fillojmë menjëherë nëse veç jemi gati dhe e nisim këtë debat me zotin Tahiri, cilat janë premtimet kryesore, cili është projekti qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës pas 12 tetorit në rast se ju do t'jeni kryetar. Edhe njëherë, mirëmbrëma Don, përshëndetje për kandidat, përshëndetje për qytetarët e Mitrovicës, po bashkë me qytetarët në një tort dëgjimit, edhe me po sfidat, edhe me po potencialin e kemë ndërtuar një platformë qeverisëse që i përgjigjet interesave, kërkesave të qytetit dhe qytetarëve, por edhe maksimalizëm potencialin e Mitrovicës. Ne do t'i trajtojmë lumejt, lumin Ibër, lumin Sitnica, lumin Lushta dhe lumin Trepqa, tërsisht edhe brigjet, edhe shëtitoren, edhe shtegun e ecjes, edhe hapësirat gjelbruse, edhe ndryshimin publik. Do t'a trajtojmë tërsisht infrastrukturën, janë të identifikuara 70 km rrugë e rrugica të cilat ne do t'i trajtojmë tërsisht dhe në vitin 2029 çështja e infrastrukturës publike do t'jetë e zgjedhur në për gjitha lagjet dhe gjitha fshatrat në qytetin e Mitrovicës. Gjithashtu do t'a trajtojmë sfidën e madhe që është puna e parkingje publike. Kemi identifikuar 3 hapësira për të bërë parkingje publike, një te ambulanta kryesore, një tjetër mbrapa komunës Mitrovicës dhe tjetër të objekt përballë kompanisë publike Uniteti, pra do të jenë hapësira publike për 2500 vend parkingje. Gjithashtu do të fusim në menaxhim parkingjet publike në rrugë kryesore Mbretëresha Teut, Alezeneli, Lahni Mone dhe Bislim Bajgora, dhe në menaxhim do ta funksionalizojmë transportin publik, ndërsa në sektorin e arsimit do të ndërtojmë shkollën Abdullah Shabani, shkollën Nënda Bulka, do të ndërtojmë shkollën e muzikës, do të ndërtojmë katin e dytë të shkollës në Suhadol, do të renovojmë gjimnazin e qytetit, shkollën teknike, shkollën e Zhabar dhe sipërfaqësisht objektet shkollore të tjera. Gjithashtu do të punësojmë gjithë asistentët për fëmijët me nevoja të veçanta në secilën shkollë, si dhe psikologat në secilën shkollë. Në sektorin e shëndetësisë do të marrim 150 infermiera shtesë si nevojë e stafit profesional mbështetës dhe do të vazhdojmë me rekrutimin e gjithë doktorave, gjithë mjekëve të qytetit Mitrovicës. Po ashtu do të arrisim furnizimin me borna dhe do të arrisim shërbimin shëndetësor nëpër shtëpia. Tek mirëqenia sociale do të subvencionojmë nga 500 euro secilën lindje në qytetin e Mitrovicës, si dhe do ta ndërtojmë shtëpinë e të më shumëve në qytetin e Mitrovicës. Tek kultura, sporti dhe rinia do ta renovojmë muzeun e qytetit, si dhe do të bëjmë aktivitete kulturore 12 mujore. Tek sporti do ta renovojmë palestrën minatori që ta përgatisim e adaptojmë për të plotësuar kushtet që ndeshjet ndërkombëtare mund të luhen në palestrën minatori.
do ta ndërtojmë një fushë të futbollit e dedikuar për klubin futbollistik Trepça, një fushë futbollit për klubet e tjera futbollistike, 2 fusha tenisit dhe disa fusha të basketbollit. Gjithashtu do të arrijmë subvencionimin tek sportit, tek rinia kemi gjetur në 30 bursë, 50 bursa, e kemi çuar 300 bursa dhe gjatë këtij mandati synojmë të japim 600 bursa vetë, rrjedhëmisht secili i ri e qytetit Mitrovicës që është i regjistruar në fakultet do të mundet të përfitoj bursë nëse e kalon vitin. Pra nuk do të jetë më kriter vetëm nota mesatare, por kriter do të jetë vetëm kalueshmëria e vitit që secili student i qytetit Mitrovicës mundet të përfitoj bursë. Faleminderit zoti Tahiri për këtë prezantim hyrës. Do të vazhdojmë me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Faton Peci, 3 minuta për ju për programin tuaj qeverisës pas 12 tetorit. Faleminderit për mundësinë. Programi ynë ka 3 shtylla kryesore. Zhvillim ekonomik i qëndrueshëm lokal, qytet i gjelbër dhe funksional, si dhe shtylla e tretë është qytet i mundësive të barabarta për zhvillim dhe për punësim. Gjithashtu pjesë e programit tonë shumë të rëndësishme është edhe pjesa e investimit në raport depolitizimit në sistemin arsimor, ndërtimi i shkollës ose gjimnazit Frank Bardhi, edhe gjithashtu investimet në digitalizimin në sektorin e arsimit. Në aspektin infrastrukturor, ne synojmë që ta transformojmë qytetin e Mitrovicës nga një qytet që do të thotë secilën ditë hapësirat ngushtohen në krijimin e hapësirave të reja, në rikthimin e pjesës identitare qarshisë së vjetër të qytetit. Aktualisht ku është shtëpia kryesore e shëndetit do ta transformojmë në parkingjen nëntoksore, ndërsa sipër saj bashkë me sheshin do të kemi njërin prej parqeve më të mira që do të ndërtojmë në qytetin e Mitrovicës. Do të rehabilitojmë pjesën e parkut prapa komunës për të krijuar edhe parkingje, por njëkohësisht edhe për të rigjeneruar gjelbërim dhe hapësira rekreative për qytetarët. Në aspekte tjera infrastrukturore do të ndërtojmë edhe 3 ura të reja. Njëna prej tyre do të jetë që e lidh pjesën e Shipolit, Zhabarit tek pjesa e lumit Iber, që do thotë mandej e lidh me Gushavcin, Vidimriqin, po edhe pjesë tjera të rrugës magjistrale në drejtim të Ibrit, për çështjet interesit ekonomik, po edhe të interesit nacional dhe strategjik. Gjithashtu do të ndërtojmë urën tek pjesa e tunelit, që është një ngushticë që krijon vështirësi edhe për qytetarët dhe për qarkullim edhe për bizneset që operojnë ato. Gjithashtu do të ndërtojmë edhe një urë që lidh mes Këqiqit dhe fshatit Frashër. Gjithashtu projekte infrastrukturore do të ketë edhe në rajonin e Shalës së Bajgorës, duke përfshirë edhe pjesën e furnizimit me ujë të pishëm për disa prej fshatrave që vazhdojnë të kenë atje vështirësi elementare në furnizim me ujë. Në aspektin ekonomik, synojmë që të përkrahëm ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, edhe ndërtimin e startupeve përmes ndarjes së një buxheti prej 4 milion euro, që do të jetë në mbështetje të grave, vajzave të reja dhe të rive në sektore të ndryshme të aftësimit profesional, në aftësimin e njohurive, kurseve intenzive për gjuhë të huaja që ndërlidhen me tregun e punës, por njëkohësisht edhe në mbështetjen e do të thotë veprimtarive artizanale për gratë posaçërisht në pjesën e hapësirës që ne synojmë që ta rikthejmë pjesën e qarshisë. Në aspektin sportiv synojmë që të mbështesim klubet në masovizimin e sportit dhe njëkohësisht edhe investime infrastrukturore, duke filluar krijimin e mundësisë që klubi i vjetër Trepça të ketë hapësirën dhe fushën e saj, renovimin e hapësirës për fatime gjaka sporteve të vogla dhe gjithashtu nimëri projekte tjera që ndërlidhen me banimin, çështjet e pensionistëve, investimet në bujqësi e çështjet e tjera në shëndetësi, posaçërisht në ngritjen e kapaciteteve edhe në ofrimin e profileve deficitare sikurse janë psikolog, logoped edhe punonës social. Faleminderit zoti Peci. Vazhdojmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kandidatin e saj Zem Plakulli. Zoti Plakulli, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem prezant këtu dhe të shpalos programin ton 4 vjeçar për qeverisje në komunën e Mitrovicës. Duhet të themi një fakt që programi im është i bazuar në 4 shtylla, ka të bëjë me planifikimin strategjik. Çka do të thotë planifikimi strategjik? Është një planifikim afatgjat në partneritet me qeverisjen qendrore, me partner ndërkombëtar, këtu përfshir zyrën e BE-s dhe ambasadën amerikane. Kemi të bëjmë me planin e mobilitetit, shtylla e dytë është mobiliteti, shtylla e tretë është energjia e pastër dhe shtylla e katërt është zhvillimi i smart qytetit,
që do me thonë të i japim identitet Mitrovicës. Momentalisht Mitrovica është një ndër komunat më të varfëra në Kosovë, fatkeqësisht është një komunë e cila ka numrin më të madh të përfituesve të skemës sociale dhe unë si Gzim Plakulli dhe si kryetari jashëm i Mitrovicës, unë planifikoj që Mitrovicën t'i japi rrugë Mitrovicës zhvillimore në 4 vite tashme. Mitrovica ka nevojë për themelimin e drejtorisë për investime dhe planifikim strategjik. Këtu ndërlidhet transporti urban për 25 vite. Mitrovica lëngon për mungesë të transportit urban, lëngon për trotuare të uzurpuara, lëngon për një kaos urbanistik. Mitrovica ka nevojë që të planifikohet edhe çështja arsimore. Ne planifikojmë i kemi identifikuar investimet në 3 shkolla të reja. Këtu e flasim ndërtimin e shkollës së re në Abdullah Shabani, ndërtimin e gjimnazit të ri. Planifikojmë sa i përket çështjes së arsimit, mësimin tërditor të fillomi si pilot projekt në 2 shkolla dhe pastaj pse jo edhe ta rumbullakojmë në gjithë komunën e Mitrovicës. Planifikojmë të investojmë edhe në hallat të sporteve të shkollave. I kemi 5 salla sportive të cilat mungojnë në shkollat fillore dhe të mesme në Mitrovicë. Planifikojmë që të zgjerojmë numrin e mjekëve për kokë banori në Mitrovicë. Mitrovica si një qytet me 64.000 banor, nëse arritim standardin e BE-s, nevojitën diku 32 deri në 35 mjek që shërbin në QKMF dhe QMF dhe atë numër do të arrim. Momentalisht i kemi 10 mjek nëse me identime i kanë mungesë. Mitrovicën do ta bëjmë atraktive për investime kapitale, do të investojmë në zonën e lirë ekonomike në Frashër, do ta zgjedhim çështjen pronësore të parkut të biznesit, sa i përket çështjeve së sigurisë publike. Definitivisht do ta përmirësojmë komplet sistemin e ndriçimit në Mitrovicë. Gjysma e Mitrovicës fatkeqësisht sot është pa ndriçim publik apo me një ndriçim publik të përgjysmuar. Kemi probleme qente dacak me mbeturina dhe që është më kryesorja, Mitrovica lëngon edhe për planifikim të turizmit. Në planin tim unë e kam Stan Tërgun si pjesa më atraktive e cila do t'ja kthej identitetin e vjetër asaj pjese, si dhe në mënyrë që të sjellim donator, sjellim turist nga e gjithë Kosova dhe nga jashtë në atë pjesë e cila është fatkeqësisht më e varfëra e Mitrovicës. Qartë, faleminderit zoti Plakulli, ndërsa tani do të vazhdojmë të ndajmë nga 1 minutë kohë fillimisht për investimet kapitale të ndëruar. Të tre keni përmendur çështje të ndryshme, projekte të ndryshme që lidhen me projektet kapitale që absolutisht kapin vlera të majme, bazuar edhe në buxhetin aktual të ndarë për Mitrovicën. Dua të nisim me juve, zoti Tahiri, që të shkojmë me rend si do të realizoni projektet kapitale që i përmendët. Lumi Iber do të financohet me mjetet buxhetit komunës Mitrovicës, do trajtohen tërësisht brigjet, shëtitoria, shtegu për bicikleta, hapësira xhelbruse. Lumi Sitnica gjithashtu është projekte detaj teknik dhe do të trajtohet tërësisht, do të financohet me buxhet të komunës Mitrovicës, do të trajtohen brigjet, i përfshin 3 ura gjithashtu. Një urë është te Villa Luksi, ura hekurit aty që e dim në qytetin e Mitrovicës, dhe do të bëhet e kalueshme për 2 makina, jo me pas nevojë me prit kolona. Ura tjetër është tek Qiqi i vogël dhe ura tjetër është te Planalit tek Qiqi i madh. Pjesa e infrastrukturës rrugore do të trajtohet në kontroll 3 vjeçare, pra tërësisht 70 km rrugë rrugica. Objekti i shkollës Abdullah Shabani dhe objekti i shkollës Nënda Bulka do të financohen prej buxhetit komunës Mitrovicës si dhe prej Ministrisë të Arsimit në bashkëfinancim. 5 qerrë të reja që janë do të financohen tërësisht me buxhet komunës Mitrovicës, njën Këshish, njën Zhabor, njën Bajr, njën Vaganiz dhe një tjetër në tunelin e parë. Parkingjet do të bëjmë me partneritet publiko-privat, por nuk do të bëhen me mjetet të buxhetit komunës Mitrovicës. Janë gjitha projektet kapitale, dihet edhe financimi, edhe kosto, edhe periudha e realizimit tyne. Qartë, faleminderit. Vazhdojmë me juve, zoti Peci, si do t'i realizoni projektet kapitale? Projektet kapitale realizohen disa përmes buxhetit vetanakt komunës, po një pjesë tjetër ne jemi duke hartu në koordinim edhe me qeverinë, për shkak se ta zom ura që lidh Zhabarin edhe Gushasin, ka një kosto që edhe planifikimi është duke realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ura që lidh Këshiqin edhe Frashin nuk do të jetë urë që do të jetë për qarkullim për automjete, por do të jetë vetëm për kumësor, posaçërisht për grupin e fermerëve të cilët kanë nevojë dhe lëvizjen më të lirë
për tokat që ata i shfrytëzojnë në veprimtarinë e tyre bujqësore. Gjimnazit do të ndërtohet me mjete vetanake, sigurisht edhe qarshia e qytetit. Pjesa e parkingjeve tek pjesa e shtëpisë shëndetit do të ndërtohet me mjete vetanake të komunës, për shkak se ajo do të jetë në funksion të interesit publik dhe të komunës, nuk do të jetë në funksion të grupeve të caktuara të interesit, ndërsa rehabilitimi i shtratit të lumejve Ibër dhe Sitnica ka një projekt i cili tashmë është në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe synohet që të realizohet bashkë me qeverinë, sigurisht impionti i ujrave të zeza, të cilët ka pas një neglizhim 4 vjeçare, po njëkohësisht edhe projekte tjera në pjesën e Shalës Bajgores, disa prej projekte të cilët pavarësisht që kanë qenë fazë tenderuese para 4 viteve, janë anulu, do thotë shpallët tenderuese dhe nuk kanë ndodhur asnjë investim për 4 vite. Këto janë do thotë në pikat të përgjithshme pjesa investime, duke përfshi edhe ujësjellsin, kanalizimin edhe ndriçimin publik bashkë me trotuarët. Faleminderit. Po vazhdojmë me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Plakulli, për projektet të juaja kapitale, cilat janë prioritet edhe në bazë të buxhetimit. Fatkeqësisht do isha shumë i gëzuar nëse nevojat e Mitrovicasve do ishin urat dhe këto planifikime tjera. Po, gjysma e komunës së Mitrovicës lëngon për mungesë të kanalizimeve, lëngon për mungesë të ndriçimit publik, lëngon për mungesë të transportit publik të organizuar urban dhe ndërurban. Çfarë transportin publik dhe transportin urban ne planifikojmë ta zhvillojmë përmes granteve dhe përmes borxhit të buta nga Bergji. Planin, kur e bëjmë këtë planin e mobilitetit, që e kemi nda dikum 500.000 euro, ne kemi planifikuar që t'i lidhim 4 linja urbane në qytet, kjo me një kosto prej 9 milion eurosh, e gjitha do të bëhet me një bosh të but nga Bergji. Soj përket çështjeve energjisë të pastër, ne duhet ta përmendi për herë të parë këtu, ne kemi paraport që të bëjmë edhe Mitrovicën si një park të energjisë solare. Dua të përmendi këtu, do t'i shfrytëzojmë gjitha kulmet publike, të ndërtesave publike dhe shoqërore, banesave kolektive. Mitrovica sot i ka 80.000 metra katror kulme, ku nëse investojmë në panele solare, Mitrovicës do t'i vijen nga 5 milion deri 10 milion të hyra në vit, po flas. Faleminderit, po kalojmë te replikat. Po, okej, do thotë në vazhdimsi ndëgjoj kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili e mbron idenë dhe pasqyron janë prej pikave se do të investon në 2500 parkingje. Ne jemi dëshmitarë që nuk ka pas parkingje të reja në këto 4 vite, dhe përveç tjerash, pjesa dërmuese 90% e programit që është duke shpalos, është i njëjti me vitin 2021. Tash, përderisa qytetari i Mitrovicës nuk e ka pas mundësinë me po implementimin, a e dini se cila është kosta 2500 parkingje dhe çka konkretisht tek shtëpia e shëndetit ku është aktualisht në proces të mbartjes. Tahiri? Faleminderit shumë. Ne, për këto 4 vite, kemi realizuar mbi 650 parkingje shtesë. Pra rruga Mbretëresha të Ut, rruga Lizeneli, rruga Lahni Moni dhe rruga Bislim Bajgora janë rrugë të renovuara, të rregulluara, të trajtuara tërësisht infrastruktura nëntoksore dhe mbitoksore. Gjithashtu i kanë të përfshirë edhe 650 vend parkingje. Këto do të futen në menaxhim përmes kompanisë publike Omnisport. Ndërsa te qendra kryesore e mjekësisë familjare, që është aktualisht te hapësira mbrapa objektit komunës Mitrovicës dhe te hapësira përballë kompanisë publike Uniteti, janë 3 lokacione në qendër të qytetit Mitrovicës, bazë të metrave katror që janë ato hapësira, bazë orit që janë, realizohen 2500 vend parkingje. Këto do të bëhen me partneritet publiko-privat. Cila është kosta financiare? 30 sekonda. Kjo është mandej do të jetë pjesë që investitori do ta kalkulon dhe do ta sheh. Po na do t'i bëjmë funksionale përmes ankondit ose negocimit direkt dhënies shfrytëzim pronave. Të shtëpia shëndetit do të jenë 2 kat në tokë dhe mbi tokë do të jetë shesh i koncerteve dhe hapësirë gjelbruse. Mbrapa objektit komunës Mitrovicës do të jetë 1 kat në tokë dhe 5 kat mbi tokë dhe te kompania publike Uniteti do të jetë 1 kat në tokë dhe 5 kat mbi tokë. Ekspertat që kam arkitektat e qytetit Mitrovicës, gjodet, njerëz që njohin qytetin e Mitrovicës, e kanë bërë platformën bashkë me ta dhe secillat motje e kalkulime e nxjerrin se këto 3 hapësira mund të bëhen 2500 vend parkingje të reja. Do të përdori ligjet, nuk mora përgjigje se cila është kosta financiare. Do të përdori ligjet në fuqi, do të japin në shfrytëzim për 99 vjet përmes investimit të partnerit privat
si Komuna e Mitrovicës do të përfitojnë 2500 parkingje. Projektin detaj teknik dhe kostën do ta llogarisin mandej investitorët. Për shkak që nuk e kam projektin detaj teknik në këtë kohë. Am tregon kuptimin kjo pjesa ku ka në Kosovë ndonjë projekt të tillë që është realizuar me partneritet publiko-privat. Ka në qytetin e Mitrovicës, dhonën për shembull Aquaport ku është jepur përmes negocimit. Jo, është përmes negocimit, por partneritet publiko-privat. Ideja është investitor privat. Jo, ma tregon një investim të kësaj natyre diku në Kosovë që ka ndodhur me partneritet publiko-privat. Unë tregoj sa kushtojnë 2500 parkingje. Është art molli mandej është që është dhonë investitori privat. Jo, këtë analogjia nuk qëndron. Investimi ndërtimeve të tilla. Ka praktika që dhonat publike. Kjo është njëra prej treguesve që do thotë vetëm jetë duke dhënë premtime në hava. Asnjë nuk e ki matje reale buxhetore. Sikurse dëgjoj, ma trego sa parkingje një kat në tokë në qendër qytetit. Vazhdimisht po thu mbretëresha të ut, janë kriju parkingje të reja. Sa parkingje të reja? 220. Po gjithë qytetarët e Mitrovicës e dinë se edhe më herët janë parku veturat në dy anë, në dy kërsi të rrugës. Veç janë nxjerrë kërsit, janë blloku kërsit, është në shërit për parking, 2 kërsi lëvizse, është ndarja 2 kërsi lëvizse. 2 kërsi lëvizse se nuk i drejt me lëviz në kërsinë e dytë për shkak se është për biciklista. Është për biciklista edhe për makina, por e kin shëritin për parking 2 kërsi lëvizse, e kin ndarjen 2 kërsi lëvizse, e kin shëritin për parking. Nuk ka qenë. Investimi që është bo e ka mundësu me pos 220 ben parkingje shtetë. Po din qytetarët e Mitrovicës. Nëse lejohet me dhoni koment, për me bo dallimin se kemi në të njëjtën pikë, pretendimin e kemi. Me që është fazë, pjesa e replikave do ta bëjmë me sekondazh, 30 sekunda kohë që të respektojmë se është shumë të rëndësishme se për secilin 30 sekunda për juve zoti Peci, pastaj do ta ndërlidhim zotin. Në rregull, ja krijojmë hapësirën gjithë secilit. Po shumë e rëndësishme për opinionin me qartësu që jem të folë për të njëjtën hapësirë ku pretendimet janë të dy palëve, në këtë rast të PDK-s të vetëvendosjes e guxa alternativa, për me ndërtu parkingje edhe hapësirë. Dërsa për dallim prej kandidatit të PDK-s, të cilët synon që të realizojnë interese për grupe të caktuara të ndërtimit, unë jam ai që do ta vënë në funksion të interesit publik edhe të parkingjeve që do të ndërtohen me mjete vetanake buxhetore, që do të inkasohen të hyra edhe njëkohësisht parku do të jetë ekskluzivisht në shërbim të qytetarëve. Po përderisa nuk e din se sa është kostoja, edhe jep zotimet e tilla dhe premtime, është treguesi i qartë që do të thotë vetëm me rendera nuk mundesh mas 90% mos përmbushjes së premtimeve me i bind prak qytetarë që kanë pas. Veç i meta bërç, me tregu zot repetet që është në qendër të Mitrovicës parkingu që është në dhomë procedurë që është se ne me dhonën e. Pra në qendër të Mitrovicës. Edhe e parkon makinën shpesh herë te aty, se të po besoj që tash po të kujtohet edhe pe diku. Unë veç kam shfrytzu legjislacionin fushi, s'kam e celu kërkon interesin e institucionit komunës, përkundrazi kam e mbrojt, se s'kam e harxhu asnjë pore, kam i bë parkingjet edhe kam e inkasut hyra dhe kam i pos Mitrovica parkingjet. Në pyetje të shpejtë. Për sot është Mitrovica keni përmbush obligimet kontraktuale për parkingjen. Nuk mundemi me ndërhyrje pjesa e replikave, do të respektojmë sekondazhin e secilit. Nuk ju keni përmbajt për shkak se është dashur me regjenimin. Fjala për juve zoti Plakolli. Është negociuar vitin 2020. Pastaj zoti Tahiri, fjala është për zotin Plakolli. E dona anfal vite jenë qeverisë do të momentalisht veç mikrofonin e zotit Plakolli e kemi të lëshuar salje. Ju lutem zoti Plakolli mund vazhdoni. Nëse flasim, qytetarët janë duke na dëgju, Mitrovica i ka 28 milion euro të planifikuara për investime kapitale nga buxheti i komunës. Për 4 vite po flasim. Ndërsa prezantimet projekte të cilët kundër kandidatë mi flasin, kalojnë shuma 50 milionë 100 milionë. Që në fakt nuk është asgjë reale. Mitrovica me plan të mobilitetit të vitit 2020 i ka pasur 863 vend parkingje. Me plan të mobilitetit të ri, Mitrovicës i nevojiten 300 deri 500 parkingje të reja. Edhe unë jam i tharë të bëjmë 300-500 të zgjidhim problemin imediat, kurse financat tjera ti drejtojmë nga nevoja tjera qytetarëve. Nuk po flasim këtu, askush për nuk po flet për trotuare, për ndriçim, për shërbimet bazë që i takojnë një kryetarit komunës. Qartë. Prandaj të drejtojmë debatin nga nevojat bazike të qytetarëve. 30 sekunda zoti Tahiri. E kuptoj këtë pjesën edhe politike, po personalisht e di çka po premtoj edhe di çu shko më bë, edhe po shpjegoj qysh. Por ndryshe, unë edhe në 2029 mendoj me nejt Mitrovicë, me njerëz të Mitrovicës. Domethënë nuk kam diçka në platformën time që nuk është e realizueshme në 100%. Platforma ime realizohet në 100%
Gjitha ato projekte janë detyra konkrete të kryetorit komunës Mitrovicës. Por gjitha munën me u bo, nuk janë detyra që do të më përshirë një pol tjetër që mandejur me thonë nuk mujta me bo. Një pyetje të shpejt. Në qenë se tha deri 30 sekunda, zoti Peti, 30 sekunda për juve, zoti Plakulli, nga 30 sekunda pa ndërhyrë njëri tjetrit, ju lutem që të respektojmë minutatën. 30 sekunda për juve. Po, zoti Tahiri tha që do të komenejt edhe në vitin 2029 në Mitrovicë. Çka po aludon me çto komenejt, se në çdo debat vazhdimisht më ke referu në kuptimin sikur unë nuk jam një njeri Mitrovicës. A ka mundësi para opinionit dhe qytetarët Mitrovicës me shpjegu që çka në kupton që kimenejt deri në 2029 në Mitrovicë? Për që keni nejtë në qeverisi e dim, po qka i bjen që kjo që kime nejtë dhe në vitin 2029? Kome nejtë në 2029, në 2030, që e kom ymrin, kome vazhdu me nejtë me ata njerëz në kuptimin që nuk i rej, nuk mashtrej. Du me kon i sinqert, du me kon punëtor, du me kon i respektushëm, edhe du me bo punë për vend temin, që të kuptim për thëmë. Okej, se në studio tjera televizive ju ke referu diçka tjetër, ju ke referu fakti që unë posedoj një banes edhe gjysën e javës e kaloj në Prishtinë, në ndërkohë kuptova që unë ti jena kojshin në Prishtinë. Kështu që vetëm rruga po na ndonte, po unë si ministër, ndërsa ti si nën kryetari i komunës së Mitrovicës je bart në Prishtinë me banë. Jo, nuk jam bart në Prishtinë, në Mitrovicë. Në Mitrovicë, në Sabah. Çfarë sa jetoj unë në Mitrovicë edhe ti kojshin në Prishtinë? Ku jeton ti, unë jetoj në Mitrovicë. A pe kthejmë debatin të lutna. Sigurisht. Faleminderit. Jenë Mitrovicalit dojmë. Shife, për dallim prej Arionit edhe Fatonit që po thonë komenet, Gzim Plakulli ko me punu. Jo, sa komenet. Kimenajt, ju fletet për ne, po unë e kom e një punu. tjetrit se po dalim prej konceptit. Ju lutem me Sinqerisht, unë e kom e punu. 30 sekundat e ju Kom e punu. Si është e mundën, Fatoni si qeverisje vetëvendosis kanë qeveris Mitrovicë një 8 vjetë. Ashtu edhe PDK-ja ka qeveris një 8 vjetë a 10 vjetë, edhe Mitrovicë ende, 25 vjetë pas lufte e kemi vetëm një qerdhe publike. E kupton? So kanë punu e so kanë mujt me punu. Prandaj Gzim Plakulli nuk do të rinë aty, kom e punu, kom i përvil mungë, kom i shërbi krejt qytetarëve të Mitrovicës pa asnjë dallim. Asnjë qerdhe publike. Kupton, për 25 vjetë, edhe flasim na këto që kena bot punë të mëdha, është për keqardhje. Gjysa Mitrovicës nuk ka kanalizim, gjysa Mitrovicës nuk ka ndriçim publik, gjysa Mitrovicës e kam lu bërlogu, jemi komuna ma e ndotur në Kosovë. Mos flas për qente ndacak, mos flas për folja për çështjet ekonomike, jemi prandaj e janë ti zgjedhim çështjet në hallin e qytetarëve për ata po garojnë. Se kush jeton tash me sa dëgjova, Gzim Plakulli po garoj ka kundër 2 kandidatëve që jetojnë në Prishtinë. Jo, jetoj edhe në Mitrovicë në Prishtinë, unë jam Apo, ministër. po jo që shto tha. Kështu që shpika Mitrovicë, familja Prandaj Mitrovicë. Akuza që i bët për PDK-n sepse PDK-ja ka qenë qeverisje, çfarë keni bërë për qerdhet, tha që s'ka punu asgjë në pjesën e qerdheve, ndërtimin e qerdheve. Pe thonë statistikat. Mitrovica vetëm një qerdhe publike ka për 25 vite, Gzimi ynë është që 25 vite veç një qerdhe publike është. Mirë, mandatin e fundit kjo komunë është qeverisur nga PDK, zoti Tahiri, 30 sekunda. Zem, e din qytetarët e Mitrovicës ku jetojmë, ku jam, çka bëj, në komplet kohën jam Mitrovicë. Po, kam banesë në Prishtinë që kom blen vitin 2021 ose 2022, 2021 më sa më duket, kujtohet. Po, unë jetoj në Mitrovicë, dhe jetoj me njerëz të Mitrovicës, punojnë në Mitrovicë, veprejnë në Mitrovicë. Pavarësisht kësaj, do të me konë ma korrekt, ma të sinqert në kuptim edhe të akuzës. Se s'keni bo qerdhe. Po, bo qerdhja. U bo Gzimin e në investu 500.000 euro. Qerdhja Shqipolit është finalizu përfundimisht. është qerdhja të desit tu finalizu. është qerdhja të shkolla Migjeni që është investim e ministrisë, në kena dhonë parcelën, kam bet në gjysë deri në verën e vitit tashëm komo finalizu. Kena me ndërtu edhe 5 qerdhe treja. Deri në vitin 2029 kanë më bon 9 qerdhe publike në qytetin e Mitrovicës. Pyetje shumë shkurt të thjesht. Sa përqen e investimeve në qerdhën e Shqipël është ndërtu nga qeveria komunale paraprake para se ju me onë në pushtet në vitin 2021? Është nisë në vitin 2020 qerdhja në 2021, mandej operatori kalon punimet në gjysë, u dosht me ritenderu, ka posë pengesa, ankesa gjatë procedurave tenderuese, deri përfundimisht kem rrime në shkru kontratën, me finalizu komplet aty, me finalizu edhe oborin, me rekrutu stofin teknik gjithashtu, edhe me bo funksionale e të përdërshme e me fillu mësimin në zonës atë. 80% e qerdhës Shqipol ka qenë ndërtume, 80% e qerdhës ka qenë vitin 2021 ndërtume, vetëm 20%.
e vazhdimit të punimit dhe funksionalizimit në qerrën Shqipël nuk kanë arrit për 4 vite me funksionalizu. Kryhet mandati as një qerrë Mitrovicë, ndërsa komuna sikur se po dujeva gjatë një mandatit i ka ndërtu 6 ose 7 qerrë. Edhe jo vetëm çështjet e qerrëve, po dhe çështjet e banimit social nuk ka pas gatishmëri, vullnet, kreativitet, vetëm ju drejtu qeverisë me një shkresë dhe me një vendim me ndo mjete parcel për me mujtë me bo të azon banim social. As qerrët, as banimi social, 2 prej prioriteteve që i ka pas qeveria, që ju ka përgjigj çdo komune respektive në adresimin e kësaj, komuna e Mitrovicës së Jugut nuk ka pas qasje proaktive dhe nuk ka bo kërkesa me adresu qytetin i cili ka numrin më të madh familjeve në asistencë sociale. A din çka do të thonë banimi social i përballueshëm për familjet e cilat krijojnë familjet për tri që krijojnë familjet e reja, edhe as banimi social, as qerrja, dyja që kanë qenë do të thotë premtime para prokës, sikur që në 90% të tjera vetëm po përsëriten tash vetëm me dorë ndera, ku nuk i dinë edhe kostot financiare se cilat. Me që veç kemi kalu të pjesa, kur po flasim për arsimin, propozoj që tash me kalu në atë pjesë, fillimisht 30 sekunda replik për zotin Tahiri në lidhje me atë se çfarë tha zoti Peci, pastaj 1 minutë kohë për projektet në arsim dhe edukim. Për hir të korrekcisë, gëzimi është renovu tërësisht. Qerrja në Shqipëri është finalizu, qerrja të Desi është duke u finalizu, në bashkëpunim me ministrinë e kemi dhënë parcelën, kemi pas bashkëpunim shumë korrekt. E ka ndërtu operatorja u kalon gjithë te shkolla Migjeni, gjithashtu banimi i përballueshëm social që e përmendi zotri Peci, ky veç duhet me dol pak më shumë në Mitrovicë me i po. Bashkë me kryeministrin Albin Kurti e kemi presh rritin para 2 vite ose 1 muaj për renovimin e objektit social edhe të Desi gjithashtu shkruaj ish kolegu tën pyete Liburnaliut, ne kem apliku për ndërtimin e ri, e kem do parcelën, gjithashtu kena aplikuar në ministri edhe preso 4 vite nuk u implementuar. 30 sekonda zoti Peci, 30 sekonda. Renovimin që e ka zoti Tahiri, lutem transmetosh e keni çësën me thon të pavërtetat edhe kështu pa ujë në sy. 30 sekonda për juve zoti Peci. Pa ujë në sy. Inaugurimin që ti e ke po bashkë me kryeministrin, po dhe po veç na inaugurim kryeministit se ju s'keni asnjë vepër. Jena gëzu bashkërisht që kena finalizu, kena qenë na ka falendëruar. Edhe nuk më falendërua ato. Jam i lumtur që kena 2 objekte banimit social. Ajo është fondi për eficiencë të energjisë dhe bashkëpunime me ta na kon 2 objekte i kena finalizuar, gjithashtu e kem do parcelën, kena aplikuar në Ministri të Infrastrukturës dhe Planifikimit Hapësinor përkatësisht te ministri Liburnaliu, ju më taku personalisht me to. Cili është rezultati për 4 vjet? Rezultati për 4 vjet. Ka përfunduar kjo pjesë. Po jetë të fol për banimin social, ku ke filluar banimin social. Na kena apliku. Ju lutem, ka përfunduar kena do parcelën, është ndo me parcelën. Për ju është fjala. Faleminderit, po flas për çështjen më të ndjeshme e cila është pjesë e programit tim, po flasim për arsimin. Ne si LDK dhe në kryetar si Gzim Plakulli për 4 vite të ardhshme do të ndërtojmë 5 qerrë të reja publike. Kjo përfshin fshatin Zhabar, fshatin Këshiç, Bajrin, edhe do t'i përfundojmë këto qerrë që ka nisë që 6 vjet, po flasim për një qerrë 6 vjet dhe do i përfundojmë. Do të intervenojmë në 5 salla sportive në shkollat fillore dhe të mesme. E thash që do ta ndërtojmë Abdullah Shabanin nga e reja, do të investojmë në digitalizim, do të investojmë 200 klasë në shkollat fillore dhe të mesme të Mitrovicës. 30 sekonda ku regjia ju lutem për zotin Plakolli që ta bëjmë 1 minutë për projektet e tij në arsim. Ju lutem, zoti Plakolli, vazhdo. Faleminderit. Do ta digitalizojmë komplet sistemin e arsimit, do të instalojmë tabela të mençura në çdo klasë të shkollave fillore dhe të mesme të Mitrovicës, si dhe do të përgatitemi për pilot projektin e zhvillimit të mësimit tërditor për nivelin e ulët të shkollave fillore nga klasa e parë deri në klasën e 5. Si pilot projekt kemi planifikuar të fillojmë në 2 shkolla dhe me mundësi që deri në fund të mandatit e gjithë Mitrovica të instalohet mësimi tërditor. Kur flasim mësim tërditor, po flasim vetëm për nivelin e ulët, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Faleminderit. Zoti Tahiri i përmendet disa qerrë. Po, për arsim, po kalojmë te arsimi, nga 1 minutë. Unë nuk diskutova për arsimin. Tash vjen rani. Tash vjen rani. Hajde vazhdo. 1 minutë për arsimin dhe pastaj vazhdojmë me juve, zoti Peci. I keni përmendur disa matutje, çfarë e keni përmendur gjimnazin, besoj gjimnazin e keni përmendur të 3 kandidatët. Fjala për ju 1 minutë kohë. Po.
Do ta ndërtojmë shkollën Abdullah Shaboni 3. Tërësisht, është kërkesë e prindve, e komunitetit aty, e vjetra nuk i plotësoj kushtet të ndërtohet e reja. Do ta ndërtojmë shkollën Nënda Bulka të re. Është shkolla e veriut, prej 99-s administrohet për i jugut, operon në objektin e shkollës Eqrem Çabej, do ta ndërtojmë Buziprit, edhe do të lirojnë hapësirat e Eqrem Çabejt, si dhe një shkollë më shumë në qendër të qytetit, kuptimin për shkak që është duke u popullu qendra e qytetit, me pos hapësira e mundësi më shumë për nxënësa. Eqrem Çabejt do t'ja ndërtojnë një palestër sportit në pjesën propa, do ta ndërtojnë shkollën e muzikës, do ta ndërtojnë kotin e dytë të shkollës në Suhëdall, do ta renovojnë tërësisht gjimnazin, i një renovim kapital, do ta renovojnë shkollën teknike, do ta renovojnë shkollën e Zhaborit, si dhe sipërfaqësisht do të renovojnë objektet e tjera shkollore, në kuptim që të transformohet edhe infrastruktura arsimore, qysh e kem transformuar këtë mandat infrastrukturën në shëndetësi, do t'i marrëm punë për secilën shkollë nga një asistent për fëmijët me nevoja të veçanta, në shkollat me numër më të madh nxënësave nga 2, gjithashtu në secilën shkollë do ta marrëm në punë nga një psikolog. Faleminderit, zoti Tahiri, mbaroj koha juaj, fjala për ju zoti Peci. Mitrovica fatkeqësisht e ka nivelin më të ulët të përfshirjes së fëmijëve në sistemin parafillor. Kjo si rezultat i dështimit për të funksionalizuar dhe ndërtuar qerdhe. Funksion kësaj, qerdhe do të jenë prioriteti numër 1. Ato që kanë filluar do të përfundojnë me një intensitet, por njëkohësisht do të ketë partneritet më të shënuar edhe më korrekt me qeverinë për me mujt me funksionalizuar ciklin e tyre. Prej qerdheve që do të iniciohen të reja është në lokalitetin fshatin Kqiq, për shkak se është fshati më i madh i komunës së Mitrovicës edhe ka shumë nevojë. Do të vazhdojmë andaj me finalizimin e qerdhës në Shqipël, në Suhëdall, Zhabar, Bajre Frashër bashk, edhe gjithashtu një qendër për fëmijët me autizëm. Do të depolitizojmë shkollat edhe sistemin arsimor. Sistemi arsimor në Mitrovica është skajshmërisht i politizuar, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Do të ketë proces transparent të përzgjedhjes edhe rekrutimit të stafit edhe avancimit të me drejtor. Do të ndajmë bursa për student, edhe njëkohësisht procesin e digitalizimit e kemi në mesin e prioriteteve. Do të krijojmë edhe transport për fëmijët në zonat e larta, posaçërisht nga në shalën e Bajgorës, edhe njëkohësisht për shkak se është vlerësuar që është fëmijët në moshë të re, filloristët po dëmtohen nga sasia ose pesha e rëndum e çantave. Do të krijojnë disa dollap që mos të bartën e gjithë pjesa e librave, vajt e ardhe nga shkolla në shtëpi dhe në sjelltas. Qartë, nëse nuk keni harrova dhe do të thotë objektin e kërkoj falje, objektin e gjimnazit Frank Bardhi do e ndërtojmë të ri, për shkak se ka nevojë edhe është në vazhdimsi ka qenë prej shkollave më elitare të cilët ne do fazën e replikave për të folur më shumë për këtë, sepse kemi përfunduar minutazhin tuaj, 30 sekonda për replikë, zoti Tahiri. Transportin nxënësave, po duam i tregoj zotëri Pecit që ky është duke u realizuar aktualisht. Pra, ekziston prej vitit 2022, është praktikë që kemi bërë dhe jemi duke bërë vazhdimisht transportin e nxënësave nëpër shkolla për ambulohet prej komunës Mitrovicës si shërbim. Gjithashtu, në këtë mandat ka shkolla që janë renovuar, për shembull shkolla Skënderbeu renovimi tërësishëm, edhe borë edhe pjesa e brendshme. Kush ka renovuar? 30 sekonda, pastaj i merrni sekondat e juaj. Edhe pjesë tjera brenda komunës. Është shkolla me është shkolla Mixheni, gjithashtu që është duke u renovuar aktualisht. Është shkolla Bedrixhina, është shkolla Elena Gjika që janë renovuar, edhe numër të tjerë të madh të shkollave të cilat janë renovuar, po kam renovuar tërësisht. E kam plan program e renovuar tërësisht. Ndërsa të depolitizimi. Nuk ka asnjë drejtor, i cili është me kartë, veç smeta së replik, asnjë drejtor nuk është i cili me kartë partioke është drejtor. Pra ka drejtora qytetit, profesionista, të cilët janë drejtorë në për secillat shkolla, janë zgjedhur në procedurë të rregullt. Nuk është dëmtuar kërkosh, asnjë drejtor nuk është dëmtuar, as drejtorat paraprak që kanë qenë kanë vazhduar kontrollat, një pjesë të madhe të tyre. Nuk është bërë presion kurrë mbi ta. 30 sekonda, zoti Peci. Çështja është që renovimet e shkollave kanë ndodhur me fondet e qeverisë, sikurse është shkolla Skënderbeu, që është një shembull pozitiv i investimit në sistemin arsimor, po jo nga komuna, po njëkohësisht mos harrojmë që në mesin e shumë premtimeve që i kanë bërë në vitin 2021, është azom pjesa e investimeve në gjimnazin Frank Bardhi, në cilën gjendja është tepër e keqe, dhe njëkohësisht shkolla e muzikës edhe shumë shkollat e tjera, sikurse është ndërtimi i palesës sportive shkollës Abdullah Shabani, e shumë premtimet e tjera të cilat nuk janë realizuar gjatë kësaj periudhe. Vetëm një pyetje, tash ndi obligim për zotërin Pecin. Hajde një pyetje. Është bërë shkolla Skënderbeu me fondet të qeverisë. Çu shpemendon me fondet të qeverisë? Ka investuar, edhe ka renovuar.
Fondi për eficiencë, Ministria e Arsimit. Çka është fondi për eficiencë? Fondi për eficiencë Qysh është fondi funksionon? qeverisë, funksionon funksionon? kodër qeverisë, ata i Qysh qesin funksionon? prioritetet, ata i përcaktojnë. Fondi Kosovar i Eficiencës Po, është fond që bën investime për me e kursy energjinë elektrike. Po, e qartë, kush nuk e din këtë temë? Kush nuk e din këtë temë? Ndërso pagesën për ju propa po. e bën buxheti i komunës Mitrovicës. Pra është bashkëpunim i suksesshëm mes të komunës dhe Fondit Kosovar të Eficiencës për pagesa bëhet prej taksa paguesve të qytetit Mitrovicës. Po, do një shembull tjetër. E investimet në qendrën e kulturës, Fondi për eficiencë. Në qendrën e kulturës, Sa e ka ka realizuar? investime, edhe në shkollën Skënderbeu, ka edhe investime që ka bë komuna, në qendrën e kulturës, ka investime me Fond Kosovar të Eficiencës, ka investime bashkërisht me Ministrinë e Kulturës. Po, Për edhe shembull tualetet teatri i qytetit po, bashkëfinancim. Shumë mirë. Qendra e E kulturës tualeti për kujt na shfrytëzohet? kush? Tualetet e investimit 1 milion euro të qeverisë. Kush i shfrytëzon? Cilla? Trego. Po, cilla tualet? Trego, do të thotë që ky investimi 700.000 euro i fundit për eficiencë të energjisë. Po. Edhe 300.000 euro të Ministrisë së Kulturës së Hajrullah Çekut, që bën 1 milion investim. Kur ti ose çdo qytetar i Mitrovicës shkon ta zonë në një aktivitet në qendër të kulturës, i ka të mbyllur në rast se dëshiron që të shkojnë në tualet. Kush i shfrytëzon ato tualete? Investime 1 milion euro të qeverisë? Fondi Kosovar i Eficiencës. Limër fundin Ka dallim, veç në tregoti mu kush i shfrytëzon ato tualete. Ti e gabu komplet. Jo e lelen Teatri e Teatri qytetit, qytetit është bashkëfinancim i joni me Ministritë e Kulturës. O veç tregom ti mu kush i shfrytëzon tualetet investim 1 milion euro të qeverisë. Këtë jetë ja huq. Jo se të ja huqur është pyetja shumë direkte qytetarit të Mitrovicës e din. Ma jep përgjigjen kush e shfrytëzon çfarë. Totalisht jetë ja huq. Jo mos jam të e huqur, veç ma jep shpjegim. Objekti i qendrës kulturës Mitrovicës dihet kush operon aty. Dihet cila organizota janë. Jo, aty mbrana po anekset e shtëpisë qendrës kulturës që disa janë larguar dhe një kanë bërë. Kush i shfrytëzon? Është investim kapital i komunës Mitrovicës bashkërisht me organizata tjera, në këtë rast që është Fondi Kosovar i Eficiencës. Na jep përgjigje se është me interes për qytetarët, shumica e din, po veç logjikën e njëjtë e ki, ti vetëm flet që është tautologji, jep shpjegime kush i shfrytëzon. Po e ka kush i shfrytëzon tualetet investimit 1 milion euro të qeverisë. Shfrytëzon edhe ti, shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Mitrovicës. Jo gjithë qytetarët e Mitrovicës janë se janë të privum, dosh me shku me hini lokal për me mujtë me shfrytëzu tualetet 1 milion euro të... Jo, këto nuk e di unë. Unë këto nuk e di. Nuk e din? Jo, nuk e di. Këto nuk e di, ti nëse e din... E din qytetari i Mitrovicës. Veç dashta me kallëzun kuptimin qysh mënohesh me mshef me... Jo, s'mënon me mshef kur zhobë. Dhe ndërlidhim zotin Plakulli. Mungon. Arioni tha që është organizuar transporti për nxënës, ndoshta për disa shkolla, për disa lokacione, por jo për të gjitha. Ka nevojë për transportin e nxënësve nga Koshtova në Zhabar, edhe mi lidh këto fshatra të tjera, nga disa fshatra të Shalës, po një pyetje kam për Arionin. 30 sekunda i ke. Nonda Bulka. Nonda Bulka është një shkollë që ka operu në veri. Aq ashtu. Pse kem nevojna me marrë edhe një shkollë në jug, Nonda Bulka, kur të njëjtit nxënës shkojnë marrë në Eçrem Çabej. Vetëm adin që 2-3 herë jetu e përmen, sinqerisht nuk po marrë rrugë. Në çka do me thonë Nonda Bulka, një shkollë me marru afër Eçrem Çabejit, për e cila ka operu në pjesën veriore. Por hirë me sqaru, shkolla Nonda Bulka ka qenë shkollë që ka posë objektin e vetë në pjesën veriore të Mitrovicës. Prej vitit 99, të dim stotën, është bord në pjesën jugore. Rrjedhimisht, administrohet, paguhet stafi prej buxhetit komunës Mitrovicës të Jugut dhe ka mbet shkollë e Mitrovicës të Jugut administrativisht, ndërsa me emër e si simbolik është e pjesës veriore. Operon në objektet e shkollës Eçrem Çabej, ndrrimin tjetër, kotin e tretë e Nonda Bulka. Edhe janë në zona hapësirat Eçrem Çabejt, që shkollë qendër qytetit Mitrovicës, na do të me ndërtu shkollën e re, Nonda Bulka, Buzibi, edhe me liru Eçrem Çabejn, edhe njëjtën kohë me ofru një objekt dinitet shumë për Nonda Bulkën, që mundën edhe nxënësat e veriut me shku aty edhe pjesa tjetër. Veç mos bëjmë kakofoni, po të dëgjojmë njëri tjetrin. Nxënësat e Nonda Bulkës, kur regjistrohen, a janë të jugut? Po. Apo, çka dallimi Nonda Bulka me Eçrem Çabej? Ma spjegoni, jo, sinqerisht nuk moj me kuptu çka dallimi. Po shkon po regjistrosh shkollën e Eçrem Çabej, po emrin e ka Nonda Bulka në tretin. Do të më malon hapësirën me ta spjeguar se ki drejt çka po pyet. Po thon, objekti është Eçrem Çabej, është Eçrem Çabej. Në prej vitit 99, Nonda Bulka operon në objektin e Eçrem Çabejt.
ndërrimin tjetër në kotin e tretë e ko. Tash, duhet me aliru hapësiren e Qerem Çabejt, që 25 vjetë su ka liru. Duhet me aliru. Me ndërtu shkollën e re në Ndabulka, e cila ka më shërby, edhe për nxoncat shqiptarë pjesës veriore që dëshirojnë me viju mësimin, se ka pos deri vonë nxonca shqiptarë kolla aktualisht, nxonca që jetojnë pjesën veriore, e vjojnë mësimin në shkollën në Ndabulka në jog, njëtën kohë, përveç tyne, edhe nxoncat jugut mundën me shku në shkollën në Ndabulka, rrjedhimisht 2 shkolla në qendër qytetit, për shkak që është popullu qendra. Edhe këtu, edhe një gjuda e donë sa përket arsimit, e kemi që 25 vite operon një shkollë shqipe në pjesën veriore, në kodër të minatorëve, fatkeqësisht në kontejner. Po flasim për qindra miliona investime në Mitrovice në pjesën veriore, në kontejner, në zonësat shqiptarë, shkollën fillore, operojnë që 25 vite. Ende askush, tash përshkoj kritik për çdo qeverisje që ka kaluar në këto vite, nuk e ka bërë një zgjidhje për ata nxënës. Janë në gjendje të mjerueshme, paramendo për 25 vite nxënësat shkojnë në kontener. Edhe pse nuk i përket çështjes së Mitrovicës së jugut, për çka jemi ftuar këtu, po duhet ta ngrisë si shqetësim për ata banorë në pjesën veriore. A mundemi bashkërisht me qeverinë mi ofru një objekt me 4 klasë në Kolm që i ofron kushtet bazike aty me nxënësave? Për atë qeveria, fatkeqësisht ka ndërtu disa shtëpi për banorët e veriut, po shkollën e cila është bazikja... Se fatkeqësisht? Jo, fatkeqësisht për shkollën, po thëmë, shkollën nuk ka mujt me bo. Nuk po fatkeqësisht shtëpiat i kanë bëu të mira, po në shkollë shkojnë në kontejner. Fatkeqësisht shtëpiat janë bëu të mira. Fatkeqësisht po thëmë që nxënësat po shkojnë në kontejner, fatën. Okej, veç ti po thu që dyert, po thu fatkeqësisht shtëpiat janë ndërtuar. Fatmirësisht, shtëpiat ju kanë bëu të mira, fatkeqësisht shkollën po shkojnë në kontejner. A jam i qartë? Me rregull. Faleminderit. Veç doshta me tani më pak. A deshet 30 sekonda kohë për replikë apo me kaq që përfunduat? Për çështjen e fondit të eficiencës së energjisë, unë e di që janë ndërtuar nga qeveria në nanobjekte, 8 ose nanobjekte, edhe vlera monetare e investimit vetëm në komunën e Mitrovicës ka qenë 2.5 milion. Duke përfshirë, sikur se thash, edhe shtëpinë e kulturës, edhe çështjet e tjera, po gjithashtu edhe pjesa e investimit në shkolla ku është edhe shkolla Skënderbeu. Do të ajo është fond i qeverisë i alokum ekskluzivisht me e parandalu mundësinë e do thot ose me kriju hapësira më të përshtatshme që energjia mos më u shpërndajë dhe mos më pas me konsum të energjisë më rrit për kur dihet që jemi në fazën kur ka krizë energjetike globale, ku na nuk mundemi krizave globale, kuptimin më ikë, do të më përballu, edhe si rezultati i kësaj ka lind ideja e fundit të energjisë eficiencës. Qartë, 30 sekunda, Zoti Tahiri. Po du me kon korrekt. Edhe qendra kulturës, edhe Qerdhja Gzimën, edhe shkolla Skënderbeu, edhe shkolla Elena Gjika, janë realizu bashkërisht me fondin e Kosovor të eficiencës. Nuk pe mohoj. Sa e ka dhënë komuna? Po e pohoj. Sa ka kontribuar? Unë di sa ka kontribuar qeveria. Ç'është funksionon? Është fond që ka kriju qeveria, një organizat, e cila bën investimin, po pagesat i bën komuna në periudhë pas bost kursimit të energjisë elektrike. Pra pagesa ku më bo përmes buxhetit të komunës Mitrovicës. Pra planifikim buxhetit vitit 2025 do të më planifikum. Po sa është vlera e investimit qeverisë këtë rast? Unë po të kallëzoj që është 2.5 milion euro. Po mohoj unë pe pohoj, edhe po tregoj sakt cilat projekte. Po kjo është aftësi e bashkëpunimit, edhe kam pas bashkëpunimin edhe nesër me qeveri këtu me prizuti. Se kam jetë më distancu se qeveria është e qytetarëve, e institucioneve, shtetit, e jonja, edhe shoqërizotit që është e jonja. Nuk duhet me pas çosje sulmuese ose diferencu, se kam, po më qenë në qatë pozicion, se kam, 30 sekunda për juve, Zoti Peci, nëse keni replik në këtë pjesë, apo? Jo, do thotë kjo pjesë e kryva, tregova investimin e qeverisë që ka ndodhur në nanobjekte shkollore, kulturore, edhe do thotë prej sistemit parashkollor deri ato dhe investimet 2.5 milion euro. Pra nuk jemi problemi është që prezentimet që i bën këtë rast kandidati PDK-s janë premtimet e vitit 2021, ndërsa për secilën fushë tematike nuk ka një projekt i cili është u kry, edhe që ne mundemi me prezantu ose me pas e mi u gëzu si qytetarët e Mitrovicës në investimi që do thotë ja vlen. Thjesht do thotë ka projekte, ka të nisura, çoroditura, edhe kanë me gjys, edhe shumica për tyne kanë probleme me procesin e mbikëqyrjes, shumica ndërmuese tyre i kanë këto defekte. Pa problem, tutna. 30 sekunda, cilat janë projekte që i keni kry? Qendra kryesore mjekësisë familjare. Hoxh Halil Kastroti. Ambulanta në lagjen e Lirita.
ambulanta në Hoxha logjën Halil Koshtu. Kastrati. Ambulanta në logjën Koshtu. lutem vazhdoni, Ambulanta zotëri, në po fshatin ikin standard. sekondat. Renovimi i ambulantave të tërësishme. Renovimi i tërësishëm i shkollës Skënderbeu. Trajtimi i tërësishëm i rrugës Mbretëresha Teut, me parkingje që nuk i ke vrejt që janë kriju. Hopja dhe trajtimi i rrugës Alizeneli tërësishëm, punë çdo ditë. Lahnemoni punë çdo ditë, që tash është pjesë shumë e bukur dhe atraktive aty. Agem Ramadani, Beslim Bajgora, rruga e Shqipolit, një numër i madh i rrugëve Rrugica Msholt Bajgorës, Vinar Stepër, Vinar Spërshëm, Goshavc, në Tretorin Koshtov, pjesë Rrugica në logjën Shqipol, e gjithandej qytetit domethënë numër i madh. Faleminderit zoti Tahiri, kam dhënë fjalën, me ja dhënë fjalën zotit Plakoni. So mirë po më vjen, pas kam bashkëpunu qeveria me komunën për fondin strategjik për kuqësim të energjisë, pas ka mujt me kry një qerdhe që 6 vjetë brën Shqipol ja ka nis, bashkë ja ka nis, që 6 vjetë, o lo një qerdhe. O kryja janë Shqipol, po kënë ta me komunit. O kur u kry? Halon mbyllë është të Arian. Adin po flasim, po 1 milion atje, 2 milion atje, 3 milion atje, so ka kushtu bre qerdhe? Një qerdhe bre me kry, adin qerdhen bazike bre bashkarisht, qeveri komunë. E ka njësa gimbahtirin me qeverin atje, s'ka mujt me kry, s'u kry halo, po shpresojmë që qëtash kry. Jam duhen edhe 30 Arian, sekonda qa shumë kanë shumë shpejt, edhe për shkak se jo 2 herë do thotë Arioni diskutoj. Çështja është që e përmeni çështjen e parkingjeve në Mbretëreshën Teut. Ai është projekt që ka filluar vitin 2022 në 8 orë, në të cilën ende nuk ka mbikëqyrje. Për shkak se kompania që ka qenë kontraktuar ka refuzuar aprovimin e punimeve për shkak cilësisë dopt jashtë standardit në mos përmbushje e obligimit kontraktual. Mandej ka pas presion tek zyrtarët komunal për me realizu mbikëqyrje, nuk e kanë realizuar, tash janë përpjekje me gjetë një kompani si motër me kompaninë implementuese për me mujt me realizu mbikëqyrjen. Ndërsa tek pjesa tjetër e investimeve, un kam për shembull këtu krejt pjesën e kontratave, po edhe nikosisht shkeljet ligjore flagrante që kanë ndodhur në rrugën Alizeneli. Vetëm një rast 20 sekonda. Ta zon. Mes tjerash, rruga Alizeneli ka qenë projektuar me 900.000 euro, ndërsa buxheti që është kontraktu është 359.000 euro mbi vlerën e kontraktuar. Asnjë euro nuk kite drejt ligjore me aprovu një projekt ku nuk është i buxhetuar edhe nuk janë mjetet e zotuar. Për më shumë se kaq, skandali rritet edhe më shumë. Kur përmes e prokurimit komuna njofton operatorët ekonomik për pezullimin e kontratës për shkak të vështirësive objektive për realizimin e kësaj kontrate. Vetëm edhe këtë detaj. Me datën 18 qershor, operatorët njoftohen se ka pezullim të mundësisë kontraktimit të punimeve në Alizeneli, me datën 22 qershor vetëm 4 ditë pas nënshkruhet kontrata rrugës Alizeneli që është shkelje e rand ligjore. Që ku ki dokumentacionin, e ki emailin zyrtar ku njoftohet për shkeljet, dhe thot për pezullimin edhe vetëm 4 ditë pas ka në shkrim të kontratës. 1 minutë kohë, regjia, ju lutem. Që zotri Peci është tërësisht i pasaktë. Është të bo konstatimet pasakta. S'është të bo konstatimet pasakta. Veç verifikoje mos folë veç tregom ku jemi pasaktë. Unë nuk flas me kohëve, unë nuk flas me llofet kohëve. Jo, unë po flas me dokumentat komunës, o zotni. Unë po flas me dokumentat komunës me njoftim. Është emaili prej KRPP-s. Po, çfarë thotë KRPP-ja? Çfarë thotë KRPP-ja? Autoritetet kontraktuese mund të përfundojnë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk mund të rezultojë me dhënien e kontratës vetëm për njëra nga arsyet. Të gjithë tenderet e përgjithshëm përmbojnë çmimet që të i kalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetet e prokurimit. Me vetë faktin që paragrafi i lartëcekur përmend fjalën mund dhe jo konkretisht duhet të përfundojë aktivitetin e prokurimit, autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të anulojë një aktivitet të prokurimit edhe pse të gjithë tenderuesit kanë ofruar çmime që të i kalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për atë aktivitet të prokurimit. Domethënë paragrafi 2, 2.1 neni 62 i LPPP-s e në pyetje shumë drejtë. Në cilën fazë KRPP-ja jep vlerësime? Po të kallëzoj që ki drejt. Jo, në cilën fazë KRPP-ja për një proces të nderimit jep vlerësime? Edhe kur është mbi vlerë. Mbi cilën bazë? Operatori më i lirë, me çmimin e përgjithshëm. Me cilën ligj? I përgjithshëm ti ki drejt me cilin ligj? Ki drejt me procesuar dhe me nënshkruar kontratën. Veç kallëzon bazën ligjore, veç tregom bazën ligjore të cilët ligj? Në 87 paragrafi 2. I cilët ligj? Në paragrafi 2.8 të ligjit të prokurimit publik në funksion të KRPP-s.
A më tregon ti mu që ka thëtë Saktë, neni 17, 19 dhe 62 ligjet për prokurimin publik? Unë po të kallëzoj, që ta shallë thot neni, sipas nenit 99 të ligjit, vlerësimi të nderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues. Sipas paragrafit 4 neni 59 ka ligji. Qytetarët e Mitrovicës ka nevojë me ditë hallet e tyre. Lutna, Kjo është email prej KRPP-s, për një organin mbi neve, që e argumenton që secili procedurë është përputhje plot me ligjin. Vizit me koncat. Shumë shkurt. Ligji për prokurimin publik. Neni 17, çfarë ka thënë neni 17? Zoti Tahiri, nuk ka kush. Ju lutem, As zyrtar publik. I bën RTK. Po në rregull do të na vonë edhe vlerësimin, a e dha interpretimin e tij ma lejo dhe mu. Zoti Plakulli kam bitë brapa me pjesën e sqarimeve. Okej, veç pas Plakullit më duhen të vetëm pak, a përfundojmë diskutimin rreth arsimit. A mundem me kalu pika tjera të programit ekonomik, kemi me fol për çështje tjera. Të lutem se qytetarit nuk i intereson çao KRPP-ja, qytetarit nuk i intereson sot te kalu shuma, për këtë punë kemi organet e drejtësisë, ata merren. Qytetarit sot i nevojitet mu po më shkruajnë pe Frashërit. Frashëri me 400 shtëpi nuk ka trotuar. Për çdo ditë rrezikohet. Tash kemi kaluar te projektet në infrastrukturë, për çdo ditë. Ju lut na të folim për çështje konkrete qytetarëve. Faton me gjithë respektin, edhe Arjan, të lut na po folim për qytetarët. A ka keq përdorime? A ka ato organet e drejtësisë le të kryjnë punën e vet? Hajde po flasim për 4 vjet çka kemë bu. Çka ata qytetarë që e kanë për shfryzu kohën me na dëgju neve, nuk e din çao KRPP-ja, nuk e din çao është ligji për ato, ligji për ato. Janë zyra ligjore që merren për këto punë. Kjo është përshtash dokumenti, vetëm në sqaruar që ligji është diskutu veç për projektet të cilat kanë më shku në të mirë të qytetarëve të Mitrovicës. Sonte sigurisht organet e drejtësisë janë aty për ta bërë punën e vet për secilin keq përdorim, ndërsa sonte ofrojmë alternativat për pas datës 12 tetor. I kemi edhe 30 sekunda kohë mos më ju mbet borxh juve zoti Peci, edhe po vazhdojmë me një herë të shkelja ligjore 30 sekunda. E realizuar në atë kontratë. Në momentin kur ka njoftim publik që aktiviteti i prokurimit është pezullu për shkak të ankesave në organin shqyrtues të prokurimit, e KRPP-ja është këtë një mekanizëm tjetër që adreson krejt tjera problematika, do thotë është nënshkru kontrata me tejkalimin buxhetor dhe shkeljen ligjore prej 359.000 euro. Vetëm kjo. Ndërsa nuk dhe përgjigje për mbretëreshën të utë se si nuk e keni realizu mbikëqyrjen edhe pranimin teknik për ma shumë se 3 vite. Për shkak se keni vështirësi në procesin e implementimit, sikur se keni edhe në Lahnimonin, ku vetëm shenjëzimi i ka kushtu buxhetit të komunës një punë që duhet më kry për 2.000 euro, ka kushtu 92.000 euro vetëm në një situacion. Replikat për infrastrukturën i fillojmë pas të bëjmë... Soj përket të i kalimit, Zoti Tahiri, po, kjo është punë ligjore, unë e pi të regoj. Në rrasë e prosim për replikin, duhet më rikëthy pra. Shërët neni të të shërët. Pjesa replikave po vazhdojmë dhe po flasim për infrastrukturën, për rrugët, trotuaret, ujrat e zeza, ndriçimin publik, për të gjitha tash nga 1 minutë kohë e nisi me zotin Tahiri. Të pjesa e infrastrukturës. Infrastruktura. Pjesa e infrastrukturës do të vazhdojna me finalizimin e rrugës Alizaneli, pjesa propa, gjithashtu do të vazhdohet me pjesën e rrugës Lahnimoni dhe 2 parcela që kanë betë pa u shpërnsu, dhe do të asfaltohen e do të trajtohen gjitha rrugë dhe rrugica gjitha në tej qytetit Mitrovicës, janë të identifikuara 70 km rrugë e rrugica duke përfshi prej pjesëve të fshotra në sholin e Bajgores deri në gjitha fshotrat e tjera. Kanë betë veç 70 km për shkak që prej vitit 99 deri në vitin 2025 gjitha qeveriset kanë dhënë kontribut apo du me shpreh vlerësimin për ata burra e groq që kanë dhënë kontribut edhe investime në infrastrukturë. Tash kanë betë edhe këto dhe këto do të finalizojnë ana. Edhe Kaçanolli, edhe Bajgora, edhe Vidishiqi, edhe Zabërgja, edhe Melenica, edhe Vllahia, edhe Rashoni, edhe Mazhiqi, edhe Tërstena, edhe fshati Rahov, edhe rruga Cenovec që lidh me fshatin Rahov, edhe fshati Rek, edhe Kqiqi Madh, Kqiqi Vogël, Shupkovci, disa rrugica në Koshtov, në Vërnic, në Persh, disa rrugica në Froshër, rruga kryesore në drejtim të Vështrës, që është e fshatit Froshër, do të trajtohet tërësisht. Kemi kohë në pjesën e replika me elaboruar më shumë këtë pjesë, po vazhdojmë e ndajmë 1 minutë kohë për juve zoti Peci. Shumë mirë që pëjdem këtë pjesën e dështime dhe mungesën investimeve,
posaçërisht tek pjesa rrugës Magjerës, ku ka qenë në fazën e tenderimit dhe momenti ku keni ardhur në qeveri, se pavarësisht që ka mungu vetëm asfalti, është vendos baza, ju e keni anulluar dhe nuk keni investuar në krejt zonat që ti përmane. Kush e ka anulluar? Faleminderit. Kush e ka anulluar? Ju e keni Kush? Ju e keni luajtur. Po kush e ka anulluar? Projektet të cilat infrastrukturore, projektet infrastrukturore që do të ndërtohen, janë, do të thot pjesa e qarshis, që unë e përmena më herët, ndërtimi i parkingjeve, po jo 2500, po 250 deri në 300, për shkak se aq ka kapacitetet dhe qendra e qytetit në raport me numrin aktual që e ka, ose 2500 parkingje, Mitrovica në shndrojnë në qytet jo funksional. Ne në funksion të projekteve infrastrukturore do të ndërtojmë edhe disa rrugë të tjera, sikur se janë në zonën e Shalës së Bajgorës, fshatrat e rrugë dhe rrugica që lidhen me pjesën e rrugëve kryesore që janë përgjësie dhe e Ministrisë Infrastrukturës, por do të investojmë edhe në projekte infrastrukturore që krijojnë mundësi për projekte të tjera, sikur se është rruga në drejtim të Majdanit, për shkak se atje do të investojmë në turizmin malor, edhe projektet e tjera, sikur se është tazom rruga prej Shqipolit në drejtim të Zhabarit, edhe nimori rrugëshe projekte tjera që janë në të gjitha zonat, po e vështirë me përmbledh me 1 minutë. Po, pastaj në kohën e replika mund të shtojmë të tjera projekte, fjala për juve, zoti Plakolli. Faleminderit Edona, unë e ngrita çështjen është vetëm po nisna nga Prashëri, një fshat në 2 kilometra nga Mitrovica, i banuar me rreth 400 shtëpi, nuk ka trotuar, nuk ka ndriçim publik. Fëmijët për çdo ditë kalojnë në atë rrugë pa trotuar, pa ndriçim publik. Edhe gjysmë kanalizimi kanë, mund ta quaj që s'kan kanalizim fare. Mbrami isha në Këqiç të ullët, mungon kanalizimi, mungon të ndriçimi publik. Po flas për gjëra bazike. Prandaj unë kisha pas dëshirë sot të flisja për projekte kapitale, për ura, për sene, po nuk ma lejon, si me thonë, ndërgjegja, sepse qytetarët kanë nevojë për gjëra bazike. Po flasim në vitin 2025, 2 kilometra tuneli, por nuk ka kanalizim, nuk ka rreka kanalizim. Po flasim për fshatra që janë 2-3 kilometra largësi nga qendra e Mitrovicës. Kena me investu në trotuare, në ndriçim publik, në kanalizim. Tash, po thëmë, 30% e buxhetit të investimeve kapitale në brenda vitit do t'i investojmë në kanalizim. Prandaj, para se me shtru asfalt, ne do t'a bëjmë kanalizimin, trajtimin e ujrave të zeza, pastaj i vjen rendi asfaltit. Ne kemi shtru asfalt, i kemi lënë fshat banorët e Mitrovicës pa kanalizim, pa çështjen bazike. Sot isha në Lusht, në fshatin Lusht, njerëzit kishin probleme edhe me tension të ulët e energjisë elektrike. E kupton me çfarë çështje imediate, çështje elementare jetike për mirëqenien e secilit prej nesh, 30 sekonda kohë për një pyetje në sqarim për gëzimin. Çështja e energjisë elektrike është ekskluzivisht kompetencë e Kecit. E di, po qito është kryetori komunës Arjan, mi përvil mong me shku në Kec, me lobu për çata qytetar, me ja kry problemin. Jo vetëm me përgjegjësinë të tjetër kush. Të zotripeci po duam të pyet kush e ka shkput kontratën e Zabërgjës. Së tha e keni shkput ju, kush e ka shkput? Mos fola për Zabërgjën, fola për Magjer. Zabërgjë Magjer, është çike rrugë për shkak. Po flas pjesën prej Vorrit ato të do thotë që dihet cilë është, do thotë Magjer, Zabërgjë. Deri në Zabërgjë është kjo. Deri në Magjer. Pjesa e Zabërgjës do thotë është në proces të rekonstruimit prej Ministrisë Infrastrukturës. Ose në Magjer, po kush e ka shkput kontratën? E ka shkput komuna e Mitrovicës. Shkritë pas saktë, është e pavërtetë. As nuk e kanë nënshkruar. As nuk e kanë nënshkruar. Ka qenë partneritet me ministrinë, edhe nuk e ka përmbushur. As nuk e kanë nënshkruar kontratën. Po dhe nuk e kanë nënshkruar rrugën për Selac. Jo, vetë shikeni, janë tani rrugën të Selacit. Vetë shikeni, se ti tha ka shkput komuna. Ti tha ka shkput komuna. Nuk e ka përmbushur obligimet që ka marrë në raportin kontraktual. Cilën obligim e ka marrë komuna? Do thotë ka marrë procesin e implementimit. E ka financuar qeveria, e ka shkput qeveria. E ka nënshkruar qeveria në kohën kur ka qenë Abdullah Hoti, kur ka ndryshuar mandej kanë shkput. Kushtet e kontratës që ka marrë përsipër komuna nuk i ka përmbushur. Ka nënshkruar ministria, e ka mbikëqyrë ministria, e ka nënshkruar ministria, e ka mbikëqyrë ministria. Unë isha në Magjer, krejt qytetarë, është krejt e pastar, konstatim e pastar. Krejt banorët e kanë konstatuar, nuk duhet me bë konstatim pastar, duhet me fol me fakte konkrete. Me fakte jam të fol, se ti për flet cilat kanë me shtruar rrugë dhe për 4 vite krejt ato. Po i kena shtruar me dështimet e tua. Kena shtruar Bore. Po ti pinon dështimet e tua. Kena shtruar rrugën Mazhesh, Rashan, Tërsten.
kena shtru gjithandej qytetet e logjeve Mitrovicës. 30 sekonda për zotin Plakulli. Cilat janë niveli punimeve në lozën Regjia, e Lirida? 30 sekonda për Çka po zotin ndodh me Plakulli. trotuarët në Bajr? 28 Çka po ndodh me I kemi trotuarët që ndarë përmend edhe mikrofonat e gëzimin në Froshër? 28 rrugë Dhe në qytetarët të edhe rrezikuar fëmijët të rrezikohen trajtuar baza ditore. Baza ditore qytetarët rrezikohen në Froshër. Në Bajr është gjendja katastrofale e mënyrës së realizimit të investimeve. Në lozën Ilirida është për Zoti Peci, lutem të respektojmë sekondazhin për zotin Plakulli. Ju lutem edhe juve zoti Tahiri. Faleminderit, duhet të potencojmë këtu. A din cili është i vetmi hapësirë e gjelbruar Mitrovicës e dona, edhe për Fatonin edhe për Eron e veti. Krejt ato gjelbrimi që ka dalë për funi lumit Ibër që e kanë shkatru. E vetmja hapësirë gjelbruse është lumi Ibër Mitrovicë. Jo, Po pse po drejtohesh mu? Pa i vetë vendosje, fatar. Po, pse po drejtohesh mu? Pa dhe vetë vendosje ka qeverisë vetë 8 vjetë Mitrovicë. Unë jam bashkëkryetari i partisë Guxë. Po personalisht nuk o drejtona vetë vendosja. Ti përfaqëson ti je në listë vetë vendosjes. Absolut. Asgjë personale. Edhe vetë vendosje. Qëre, çka ki për LDK? Dështimet Mitrovicë. Po çka ki për LDK? Unë i marr përsipër krejt dështimet edhe suksese. Mas 20 vite do të më marr atë përvojën sa kum pasur në LDK. Jo, për LDK, jo, për fal tash, mos e në emër të LDK-s, po do po s'ki drejta, s'munësh me fol në emër të LDK-s, foli unë në emër të LDK-s. Po pretendojnë ashtu, po pse po vazhdimisht po më drejtohesh mu për qeverisjen në Mitrovicë? Qysh po më drejtohesh mu për A je vetëvendosje? Po unë jam partneritet me vetëvendosje. Po jo, si jem partneritet, ti je me llogët vetëvendosjes aty. Tash për rregull. Po merre borën refatan. Merre borën e dështimeve. Qysh po më pyet mu për gjelbrimin edhe për hapësirat e mirëmbajtjes po kush e ka bë punë atje? Në qeverisin e kujna ka ndodhur ato? Cilat? Çato liçeni artificial. Unë jo ti. Marr përgjegjësi nesër kur të marr drejtimin e komunës së Mitrovicës. Jo, fal. Për çato janë llogari. Për asnjë projekt tjetër. Jo duam me pas. Jo duam me pas memorien kolektive, jo veç nga sot, se politika nuk fillon nga sot. Po shumë mirë. Për memorien kolektive, cila ka qenë gjendja në liçen para 4 vite? Që po i pyes krejt qytetarët e Mitrovicës kur ka ndonë liçe para 4 vite, cila ka qenë gjendja në liçe? Do thot, uji ka qenë i pastër. Gjelbrimi ka qenë nivel, drujt do të kanë qenë njom, sot drujt janë të fat, ulset janë shkatrume, barishtja ka mbuluar ti po më drejtohesh mu. O s'tu drejtova more ty personalisht shumë po ton vetë vendosja. A din çka ka ndodhur? Jo, veç një moment. Personale, veç një moment. A din çka ka ndodhur? Mos ma merr kohën, lutna. Veç 10 sekunda. A din çka ka ndodhur? Hajse te me LDK ki punë, fal lirisht. 10 sekunda, 30 sekunda ti jap. Ja, kryje. 30 sekunda zoti Plakulli. Rolin e dëmtuarit, hajt vazhdo. Jo, s'ka rol të dëmtuarit. Unë apeloj rolin e respektit maksimal për secilin. Nuk ka respekt. Gzim Plakulli nuk e luan rolin as të dëmtuarit as të viktimizuarit, unë po flas me fakte edhe du me fol qytetarëve. Mitrovica sot fatkeqësisht e thash, është qyteti më i ndotur në Kosovë. E kemi beturinat janë për keqardhje. Për keqardhje po flas. Prandaj duhet janë çështje infrastrukturore, e ngrita çështjen e liçenit artificial. Çka ndodh me atë liçen është katastrofë. Është katastrofë natyrore çka ndodh aty. Mitrovica me 4 lumej po them e vetmja hapësirë gjelbruse është liçeni artificial Mitrovicë. Edhe përgjithësinë duhet ta marrin edhe Fatoni si përfaqësues i vetëvendosjes, edhe Arioni si përfaqësues i PDK-s. 30 sekunda kohë për zotin Peci, pastaj për zotin Tahiri, 30 sekunda. Faleminderit Gzim që bënë me qesh. Do thotë kur po tenton me ma vonë barrën e përgjithësisë për nivelin menaxhimit. 30 sekunda i ki zoti Peci, mos e humb kohën. Kontrata publike, korniz, punë, mirëmbajtje verore, rrugëve të liçenit akumulues dhe vendosja e portave elektrohidraulike dhe mirëmbajtja e tyre. Kostoja financiare 600.000 euro. Përveç që është kostoja financiare 600.000 euro, kjo kontratë ka shkelje të rënd ligjore. Është procesu pa nënshkrimin e zyrtarit kryesor administrativ, kryetarit komunës Bedri Hamza. E çka ka nevojë porta, e ku janë meta ta gur, ku janë meta ta gur ti drejtës ligjore e mirëmbajtjes. Ka përfunduar koha e zotit Peci. 600.000 euro kontratë, mirëmbajtja është zero, ekzekutimi është në kundërshtim me ligjin qartë. Ka mbaru prokurimi publik edhe ligjit bi menaxhimit financiar. Zoti Tahiri 30 sekunda për ju për këtë pjesë. Që apo do të thotë që tash unë ta dëgjoj sakt cila është baza ligjore që e ka shkel. Ligji bi prokurimi publik edhe ligji bi financat publike i përcakton se cilat janë vlerat kur zyrtari kryesor financiar vërtet zyrtari kryesor administrativ. Këtë rast që është kryetari komunës ose ministri, ZK-ja nënshkruan. Për çështje të
mallrave dhe shërbimeve nënshkruan deri në vlerën 125.000 euro. Mbi Mbi 125.000 euro. Po. E për punë, sa është vlera që do të më nënshkru? Mbi 450. Ja, pasakt. Mbi 500.000 euro. A ban 450. E këtu është vlera 600.000 euro, ju pa nënshkrim e keni ekzekutuar, do të thotë këtë kontratë bashkë në kundërshtim me ligjin. S'është pa nënshkrim, kjo është me nënshkrim. Ku është nënshkrimi? Ti veç me rreth tjetrën, nuk e di kush ta ka dhënë ty këto. E dona. Po kjo është publike. Dona, Kjo është publike. Kjo është publike, këtu më bëjmë nënshkrimi, kjo është nikja e përgjithësisë, ne keni shpenzuar buxhetin në kundërshtim me ligjin. Me nënshkrim është pa nënshkrim. Kundërshtim me ligjin e keni shkruar. a pe kthejmë çështën e ekonomia. Çka kena me për ekonominë? Replikën e kam. Po, lutem. Okej. 30 sekonda, zoti Tahiri, për replik për ato se çfarë tha zoti Peci. Kjo është një kontratë që është nënshkruar që në muj, edhe është kontratë 3 vjeçore, nuk është 1 mujore, nuk është 2 mujore. Është kontratë 3 vjeçore. Është krejtësisht e pasakt zoti Peci kur po thotë është pa nënshkrim, nuk mundet me kon pa nënshkrim. Është e nënshkruar prej ZKO-s, se pa kon e nënshkruar prej ZKO-s nuk është në fuqi. Ato janë të punu, edhe është plotësisht në fuqi, liçeni e dim sfiden, e dim kompleksitetin e banisht të shëto, në vazhdimsi e kem trajtu, jem duke trajtu, kem bo kajak para një muje, përdoret për peshkem, kena me vazhdu me bo investimet e duhur atë që me bo Ligji për prokurimin publik 10 sekunda, edhe një herë. Më tha se cili është pika, cila është shkelja ligjore. Neni 19, klasifikimi kontratës publike sipas vlerës së parashikuar. Kontrata e furnizimit ose kontrata të shërbimeve, vlera parashikuar së cilës është e barabartë ose më e madhe ose mund të jetë e barabartë më e madhe se 125.000 euro për këtë kategori. Dërsa kategoria tjetër, kontratë pune, si të kalon vlerën 500.000 euro, neni 19 i ligjit prokurimit publik. Po është nënshkrume, aja është nënshkrume. Është të veç e ke borë. Ti ke borë naj drap dokument. Zoti Tahiri, zoti Peci. Kam të verifikuar ato. Me 2 klikime, me 2 klikime hene merr. Me 2 klikime hene merr është e publikuar online kontroll. Ju kontroll. bëni edhe veprime tjera, ju falsifikoni edhe do thotë procesin e arkivimit të E dokumentacionit. dona. A bën 30 sekonda për zotin Plakolli. Ju lutem, zoti Tahiri, zoti Peci, është koha për zotin Plakolli. E ka Lutem. pyetjen direkte. E ka pyetjen direkte, thotë, unë po i them që do thotë këta e revidojnë retroaktivisht dokumentacionin. A mendoni se qytetarit intereson çdo punë? Kontrata e rodhës, veç një moment se shkelet janë 10 qindra me vlera milionë. Jemi të e unë minutazhen, Veç një moment. E fundit, unë do ta përmbyll këtë pjesë me ndarjen nga 30 sekonda pjesë për këto çështjet e kontratave dhe pastaj po kalojmë në infrastrukturë. Lutem 30 sekonda për juve zoti Peci të fundit për këtë flas për pjesë. liçenin. Kjo është faktura për pjesën e kombojës që ekzekutivi e ka kontraktuar. 97.828 euro, për cilën do thotë pjesa e mbikëqyrësit ka refuzuar për shkak se e kanë ble pajisjen e vjetër u kone parapame me qeneri. Tash çka kanë bërë këta? Këta e kanë ekzekutuar fakturën me datën 10/8/2023, ndërsa kontratën e kanë pas prej afatit kohor 15/2 deri më 8, 2 ditë mrapa, masi e kanë ekzekutuar fakturën, ju kthy retroaktivisht, e kanë bë plotësim amandementimin për shkak se e kanë pas që procedimi i fakturës së blerës së mekanizmit ose kombojës në vlerë 98.000 euro që ka qenë jashtë kritereve të shpollës publike, është procesu. Kur e kanë procesu, ju ka rënë mend që kanë bërë shkelje ligjore, ju kthy retroaktivisht edhe arkiva masi ka kalu afati 6 mujor implementimit cila është përgjigjja juaj për këtë pjesë, zoti Tahiri, e fundit 30 sekonda. Edhe me sekunda e ki. Lutem, zoti Peci, lutem mos ndërhyjnë hapësirën e dikujt tjetër. Po flosëm për një mjet. Po kërkoj shumë mirë, kuptem mos më ndërhyj zoti Tahiri. Po flosëm për një mjet më të rrek që e ka ble komuna Mitrovicës, po makinerinë e tij nuk ka pas zyrtar i komunës Mitrovicës që ka mujt me vlerësu sa është i papërdorur. Ne kem pas dudin doganor që përgjithësia i ka taku kompanisë për me siguru që është i papërdorur. Po kena dosht më verifiku, më siguru, e kem angazhu një ekspert panvorën që e ka morë përgjithësinë që kjo makineri është e papërdorur, është ekspert profesional përgjithësia e takën ati. I kem bo krejt veprimet e nevojshme që me pastru situatën. Po për funksion pastrimit situatës edhe keni bo gabimin. Jo, shumë mirë atë. I keni bo veprimet e nevojshme me pastru situatën për shkak se e keni ditë që e keni dy janë tani mikrofonat për zotin Peci dhe zotin Tahiri. Ju lutem regjia nëse po më dëgjoni, zoti Plakolli,
Zoti Plakolli, vazhdo me fol, sepse Zoti Peci, Zoti Tahiri nuk dëgjohen, lutem. Unë kam dëgju, Nuk dëgjoheni kot flesne, në qëtë moment, është koha për Zotin me Plakolli. dëgju qytetarët. Shpresoj që këtë emision jënë duhe për cilë edhe prokuror të gjyqtar, pas kanë shumë punë Mitrovic, po qa me rëndësia, na e naftu këtu me prezentu program. Edhe tash, edhe është i debati 3 e 4 që shumë pak po flitet për program, po marrë me akuza dhe kundër akuza nda njëri tjetrit. Qartë. Po flas, e ngrita çështjen e liçenit. Hajde po flasim për ekonomi. A mund ta drejtojmë debatin ka zhvillimi ekonomik, cilat janë planifikimet programi jonë? Mitrovica lëngon për çdo gjëra e do. Dhe e nisi me Zotin Plakollin 1 minutë korrigjia për projektet në infrastrukturë nga liçeni që përmendet, sepse dua që ti respektojmë gjithë shikuesit e Mitrovicës, ata që me 12 tetor i dalin në kutit votimit dhe duan të dinë për gjitha projekte që sonte ju ja u premtoni atyre. Pse duhet me ju dhënë votën me 12 tetor? Ju lutem, vazhdojmë dhe flasim për projekte. Faleminderit. Po, infrastruktura. Ju lutem, Zoti Plakolli. Ekonomia apo infrastruktura? Ekonomi e po tani. Rregull. Soi përket çështjes zhvillimit ekonomik apo ndërhyrjes tonë si kryetari i komunës, çfarë do të bëj? Do t'i sulmoj apo do t'i qasem 2 zonave ekonomike të cilat i ka Mitrovica. E para, zona e lirë ekonomike në Frashër është gjysmë e shfrytzuar, hapësira është shumë e madhe, çfarë do të bëjmë ne? Do të bëjmë ato intervenimet në infrastrukturën e nevojshme, në mënyrë që Mitrovica dhe ajo zonë të jetë atraktive për qytetarët apo për biznesmenët apo për, si më thonë, investitorët e huaj në Mitrovicë. Taksën komunale do ta bëjmë zero për gjitha investitorët që vinë nga jashtë. Soi përket çështjes së parkut të biznesit. Sot e 20 vite, me sa e kuptoj unë, ka kompani atje që e shfrytëzojnë hapësirë, mirë po nga viti 2016 apo 18, ajo hapësirë menaxhohet pa ju ka skaduar kontrata për shkak çështjeve të pronësisë publike. Unë si kryetari komunës, ditën e parë do t'i përvili mongë, përsëris edhe njëherë, do t'i përvjel mongë, do t'i qasem një asgjith problemin asoj hapësire, sepse kërkesat i kam nga ata biznismen. Na bëj zgjidhje soi përket shfrytëzimit të kontratës, ne jemi ata që do t'i bëjmë investimet dhe do të arritim numrin e të punësuarve që do të ndikojnë në zbutjen e numrit të, si me thonë, të papunëve në Mitrovicë. Jemi komuna që ka inkasimin më të ulët të hyrave vetanake. Prandaj, hajde po flasim. Hajde po flasim për ekonomi. 2 zonat tira ekonomike i kemi. Jemi zonë që jemi në kufitare. Jemi zonë që jemi njohur për zhvillim ekonomik, sot kemi numrin e rasteve sociale më të mëdha. E potencova edhe turizmin ndikon në zhvillimin ekonomik, stan tërgun, i cili është sot fatkeqësisht është fshati ndër më të varfërit në Kosovë, do ta bëjmë fshat shembull, do të intervenojmë në infrastrukturë dhe do ta bëjmë si qendër turistike, jo vetëm për kosovarët, por për krejt të turistët të cilët vinë në Kosovë. Stan Turgun do ta bëjmë qendër të turizmit. Kam lënë pak sekondazh më shumë për ju këtë herë, por shkak se ju kam bërë borxh prej më herët, një projekt që do të ndikojë direkt në zhvillimin ekonomik të Mitrovicës edhe në punësim. Vazhdimi i rregullimit të infrastrukturës në zonën e lirë ekonomike, e kem bërë fazën e parë. Fazën e dytë do ta vazhdojmë tash, ka qenë një memorandum bashkërisht me ministrinë për kocë, po është ndërprej, nuk e kam bërë investimin, do ta marrim përsipër ne si komunë që ta realizojmë edhe pjesën poshtë infrastrukturën në mënyrë që të krijohen çështje për parcelat të cilat janë në shfrytëzim prej investitorëve, përkatësisht biznese private lokale të qytetit Mitrovicës. Gjithashtu ne do të vazhdojmë dhënien shfrytëzim edhe të disa parcelave të tjera për bizneset të cilat dëshirojnë zgjerohen e në kuptim të saj të punësojnë qytetarët Mitrovicës, po ashtu edhe por kuj biznesit do të përfundohet procesi i parcializimit të gjitha parcelave dhe rirregullimi i kontratave për bizneset të cilat operojnë në parkun e biznesit, do të ketë investime dhe investimet infrastrukturore në pjesën e sholës do ndikojnë gjithashtu edhe në turizëm, po edhe në zhvillimin ekonomik lokal të asoj pjese. Gjithashtu edhe parcializimi i pronave përmes procesit të legalizimit do të ndikojë tek shumë fermer dhe shumë bëjsh që të mund të përdorin pronat e tyre për me përfituar nga skemat e ndryshme përmes Ministrive për Kocë. Faleminderit zoti Tahiri, vazhdoj me juve zoti Peci, çfarë premtoni për zhvillim ekonomik për punësim? Spari, plani jashtëm për ZHK-ja, plani zhvillimor komunal do të jetë shumë ambicioz, edhe i definuar më qartë. Çka në kuptoj me definim më qartë? Në radhë parë aludoj tek pjesa e përcaktimit të hapësirave
ekonomike me potencial, sikur që janë të zonë parqet solare. Mitrovica, rajoni Shalës, ka potencial edhe për krijimin e parqeve solare për shkak se energjia është parakosh për zhvillimin ekonomik. Tek pjesa të zonë do të ketë buxhet të veçantë, 4 milion për trit, për ata të cilët kanë ide, kreativitet, inovacion dhe dojmë kriju ndërmarrje të vogla, po gjithashtu do të ketë edhe mbështetje për bizneset e vogla të mesme që kanë ambicie dhe synim zgjerimin e kapaciteteve të tyre. Sa i përket do të thotë parkut bizneseve, parku i bizneseve ka një kohë gjatë që e ka të vështirë operimin përveç tjerash për shkak të mungesës së kontratave. I është premtuar para 4 vite, nuk është bërë asnjë punë drejtim, unë do e realizoj. Gjithashtu, hapësira e turizmit malor, ekoturizmit dhe agroturizmit bashkë me ndërlidhen me aspektet e lokaliteteve arkeologjike për shkak se shumë kush ndoshta në nivel Kosovës nuk e din që Mitrovica ka pasuni të jashtëzakonshme. Lokaliteti më i vjetër më shumë këtë pjesë që të respektojmë sekondazhin. Lokaliteti më i vjetër arkeologjik është në rajonin e Mitrovicës, edhe ka shumë lokalitete tjera që kanë nevojë më eksploru, rrjedhimisht me qenë në funksion të promovimit dhe zhvillimit turizmit. Qartë. Replika pate, zoti Plakulli? Veç me shtu në këtë pika dhe dy pika në saj përket zhvillimit ekonomik, unë e thash edhe në fillim e ceka që ne mendojmë që kulmet e ndërtesave kolektive, ndërtesave të publike, do t'i shëndrojmë në kulme solare. Kjo do të krijoj të hyra vetanake për komunën nga 1.5 milion deri në 2 milion euro investim të hyra brenda vitit. E para edhe e dyta, do të investojmë në ngrohtorën e qytetit, me ujin i cili vjen nga flotacion, nga Trepça atje. Prandaj e thashun që kemi me themelu këtë drejtorim për investime strategjike, nyrshë për 4, nuk po mendojmë për 4 vite, faton kesh, po vjen mirë që po kesh, po s'ka problem. Unë jam këtu mi fol qytetarëve, po flasim për gjëra të mundshme, gjëra të realizueshme dhe gjëra të cilat do ta bëjnë Mitrovicën qendër të zhvillimit. Jo siç ka qenë deri tash, burim si me thonë, i varfërisë, do t'ja kthejmë shpresën edhe 15.000 qytetarëve Mitrovicës të cilët sot na jetojnë në Prishtinë, do t'i bëjmë që të kthehen në Mitrovicë. Është një pyetje të shpejtë. 30 sekonda e ka kërkuar replikën. Pse nuk duhet me qesh unë në kuptimin, do të them. Jo, mu po vjen mirë që po qesh. Nuk ndajmë replika për me i bë këto muhabetet që mundemi pastaj kur dalim kafe pas debatit në byfet. Jo, nuk është çështje, jo, të lutem, falem. Do thot 2 herë mu drejtu, thap se po qesh. Po kjo është e dyta herë që flasim për këtë punën e qeshjes, unë po besoj që shikuesit se duhet me kësheni privumën e prej drejtës me qesh, banorët e Mitrovicës nuk është interesante me fol për këto pjesë. Respektojmë shikuesit dhe banorët tuaj për cilët po kërkoni votën, nga cilët po kërkoni 30 sekonda zoti Tahiri. Po kuptim të informimit publikut së çfarë mbështes. Mbos plan zhvillimor komunal 2020-2028. Po flisni për planin që e përmendi zoti Tahiri. 2020-2028 është dokument në fuqi, hartë zonale 2025-2033. Rajoni Shalës Bajgores është potencial për energji përmes erës dhe hapet perspektiva e mundësohet rruga ligjore që të ketë investime shtesë në atë pjesë. Gjithashtu pjesa e Froshërit është potencial për energji solare dhe hapet perspektiva dhe krijohet rruga ligjore që të mund të ketë investime shtesë në atë pjesë për panela solare. Pra janë 2 fusha shumë të rëndësishme, edhe panelet solare edhe energjia erës në fushën e energjetikës që ndikojnë direkt në zhvillimin ekonomik lokal, po së për zhvillimin ekonomik të vendit. Qartë replik, a ka dikush për pjesë? Po flitet 2020-2028, nga 2020 deri në 2025, në çfarë ka ndodhur në këtë drejtim? 5 vite po flasim. 30 sekonda kohë shfrytëzoi këtë sekondazh. Pyetja ishte, po them, PZHK-ja 2020-2028, 2020-2025 jemi, a ka lëviz diçka nga ai planifikim strategjik? A ka ndodhur diçka, nëse s'ka ndodhur për 5 vite, sa është e mundur të ndodhë për 3 vite tashme? Kaq pyetja. PZHK-ja është dokumenti kryesor i komunës. Po e di more çka ka PZHK-ja, po je përgjigje pse nuk ka ndodhur asnjë investim për 5 vite. Ç'është ka ndodhur asnjë investim? Po cili është investim? Investimi i qeveritorit Mullivet me erë? A ka ndodhur rrugë? A ka ndodhur? Jo, për energjinë do fol. A ka ndodhur objekte të infrastruktura publike? Çfarë investimi do të mendoj ti? Rrugë ujë, projektit të Hisen Durmishit, drejtim të Podijevës, Kaçanut, kredit bën këto për përputhje me investimet të qeverisë, edhe Zelat, zhvillimi i qytetit, edhe lokalitetet e tjera, edhe xhamia e Marrëzhit. Shumë projekte
projekte në është shkollë kanë dokument që ndodhur jep me qeveria. perspektivë vendit edhe e ndërton bozën ligjore për me u pajis me leje, për me u pajis me dokumenta, për me dhënë drejtim edhe fokus investimit të zhvillimit të vendit. Se ke kriju që bazë ligjore për më shumë se 4 Po vite. çështë kena kriju, që kjo është qëllimi për zhk-s. U miratu në vitin 2020 edhe është në fuqi për 8 vite, 2020-2028. A ke aprovu ti në 2020-ën? Jo se ku ma aprovu ne. E çka ke bërë për 4-5 vite? Do vish me zbatu, do të me respektu si dokument, si material. Jo, duhet me respektu për zhk-n, po do është edhe me implementu hartat zonale për cilët për 4 vite do thot ka pas kaos urban edhe ndërtime edhe Mitrovica ne kanë në dorë më shumë grupet e interesit të cilët po ndërtojnë kundërligjshëm, për këtë do thotë ti e din shumë mirë se për çka po flas, po e din edhe qytetarët e Mitrovicës. Jo s'pedi hiç, unë çfarë po fol, ti do të më fol më konkret. Jo çfarë do konkret më fol. Po shumë konkret më fol. Do thotë jo para se më bënën kryetar, para se më bënën kryetari i komunës keni punuar në një biznes, në një kompani. Në rregull. To janë çështje personale, do më personale, mos ndërhyj, nuk personale. Jo, është shumë personale, ku ka operatori Po ku ka punu ky, s'besoj që intereson me qytetarët. Pse po don me mbrojtë? Po s'pe mbroj kërkon, unë po du mos më merr minuta. Dëgjove diçka. Kaosi urban është tema kryesore mas arsimit e katrahurës që ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës. Njëri prej aty në operatorëve ekonomik, ku zot një janë fjalë ka punsu, ka punu, është duke ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme. Për 4 vite harta zonale nuk është aprovuar. Ka qenë e gatshme vitin 2020, edhe mbas 4 viteve, 2 ditë para se me fillu procesi i fushatës zgjedhore, është aprovuar në asamble. E për 4 vite është bë krim urban në qytetin e Mitrovicës. Mes tjerash, do thot unë e di që në njërin prej debateve paraprake, kur kam pyet në një rast specifik tek liçeni çysh po lejohet ndërtimi, ju keni thonë që Ministria e Ambientit ka lëshu leje. Unë kam këtë ligjin për ndërtim. Shumë është rëndësishme me qartësues për opinion. Nuk po marrim për ndërtim thotë kështu. I kemi edhe disa tema tjera. Veç replikën edhe ta japim replikën po besoj, veç edhe 2 fjali. Po shli. Ligji për ndërtimin deni 18 e përcakton. Është e vështirë nëse nuk ekziston plani rregullativ urban. Zotin Tahiri, ju lutem ndihmoni regjia me nga 30 sekunda, momentin që bjen gungu i ndalni mikrofonat. Shumë shkurt. Ministria e Mjedisit 30 sekunda. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Ligji për ndërtimin neni 19 e përcakton përmes një shtojce se çfarë lejesh jep Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor jep leje për digat, objektet nukleare, objektet për përpunimin e naftës me gaz, objektet bazike për përpunimin e industrisë kimike, stadiume me kapacitet 20.000 euro, 20.000 ulse. Kalojmë te zoti Tahiri, 30 sekunda. Ministria nuk shën Zoti Peci nuk dëgjohesh. Soi përket. Zoti Tahiri vazhdoni sepse nuk dëgjohet zoti Peci. Soi përket asoj që po i referohet zoti Peci. Komuna e Mitrovicës ja ka refuzuar që ku dokumenti, e ka refuzuar leje. Pola u shkuan në qeveri, Ministri për Kocë, Ministria për Kocë që ku dokumenti që ja ka dhënë lejen që kushto pëlqimi pe Ministrisë Punëve të Brendshme. Domthonë e ka obligu komunën edhe mbi komunën ja ka jap lejen. Ka edhe plot leje të tilla që i ka dhënë qeveria në qytetin e Mitrovicës e komuna e ka refuzuar. Për këto edhe për gjitha tjerat, unë jam i hapur me diskutu. Ka mbaru koha juaj, zoti Plakolli, 30 sekunda për ju. Një pyetje edhe për Arionin edhe për 30 Fatonin. sekunda, mikrofoni punon veç për zotin Plakolli. Po kot po flesni, unë po ju tregoj që nuk po dëgjoni ndalje. Zoti Tahiri, atë respektojmë rendin, zoti Plakolli, koha e juaj. Zoti Plakolli, të lutem, koha juaj, sepse nuk dëgjohet zoti Peci ndalje. Ndërsa pëlqimi Ministrisë së Punëve të Brendshme. O zoti Peci, për besom që nuk po dëgjohesh ndalje, sepse i kemi ndalë mikrofonat me respektu sekondazhin e rezervume në kuadër këtij koncepti për zotin Plakolli, për ndryshe dënohemi. Mitrovica është ballavaçu para 3 vite me vërshime katastrofale për qytetarët e Mitrovicës. Dëmet janë vlerësuar 9 milion euro nëse qofsha i gabuar. A bon me më tregu edhe Fatoni, edhe Arioni me qenë se dytë kanë qenë pozita në gjatë vërshimeve, me qka kanë ndërmarë, qfar hapa kanë ndërmarë për t'i dalë në ndihmë qytetarëve të Mitrovicës. Shumë e thjeshtë. 9 milion euro nëse qofsha i gabuar, dëmet janë në ekonomitë familjare dhe biznesore, cili ka qenë roli i qeverisë në këtë fakt, edhe i Fatonit si pjesëtar i qeverisë,
edhe i Arioni si komun mi do ndihmë qytetarëve. Unë sot isha në fshatin Lusht, po e përmendi edhe nërë. Është përballë me vërshime, asnjë cent nuk e kanë marrë, as nga qeveria, as nga komuna. Fatkeqësisht nuk është vetëm Lushta që është prej nga ato vërshime, po thjesht po flasim për çështje për çka mund të thirrje përgjegjësisë. Ma tregoni që dhe ka qenë roli juaj edhe si i keni ndalë ndihmë qytetarëve të cilëve sot i dalim ja u kërkojnë votën. E qartë është pyetja 30 sekunda për juve. Është një fatkeqësi natyrore që ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës, për shkak rezultati vërshimeve, ne përveç që bashkërisht me gjithë operatorët ekonomik, bashkërisht me gjithë qytetarët e Mitrovicës jemi angazhuar që ta shpëtojmë qytetin dhe kemi mbërrit ta shpëtojmë qytetin, po duam të falenderoj gjithë vullnetarët, gjithë qytetarët, gjithë operatorët ekonomik që vullnetarisht janë përgjigj. E kemi ndonë një fond prej 500.000 euro që kanë qenë përfitues e ati fundit gjithë ato familje që janë prek nga 2.500 euro. Pro kjo ka qenë kapaciteti e potenciali jonë si komunë që ke mujtë me bo dhe kem bo. I kem bo evidentimin e gjitha domeve, i kem dërku në qeveri gjitha raportet, evidentimin e gjitha domeve dhe mandej pjesa e mbështetjes për te i kësoj na 500.000 euro ka qenë vullnet i qeverisë që ata kanë mujtë me mbështet ose jo. Po na nuk kem posë ma shumë kapacitet, jo pëse se kanë meritu, jo pëse s'kena dosht, po mundësit kanë qenë të kufizune. Është përmendur edhe emri juaj, a doni me repliku këtë pjesë? Nuk është replik, po vetëm si informacion shtesë. Do thotë Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave është mekanizmi që tashmë e vlerëson prej datës 29 shtator 2023, i bën vlerësimin e domeve për gjitha fushëveprimtaritë ose sektoret ku shkaktohet dome. Funksion kësaj, fatkeqësisht domi që është shkaktuar nga një fuqi madhore në Mitrovicë, qeveria është përgjigj për komunën e Mitrovicës, po nëse nuk gaboj edhe për disa komunat e tjera se të rajonit kanë qenë përfshime, me një vendim të kompenzimit në vlerë 4 milion euro, që u konë faza fillestare, dërsa faza tjetër nëse nuk gaboj ka mbetë në proces. Qartë, nëse nuk ka replika në këtë pjesë, po vazhdojmë me shëndetësinë, sepse na kanë mbetur 30 minutat e fundit dhe i kemi edhe 5 për të mos thënë 6 pika në të cilat do të ndalemi dhe është koha, minutazha e rezervuar për projektet në shëndetësi, çfarë ka mendohet me ambulancat aktuale, ku ka laborator, ku punohet me shërbime shëndetësore 24 orë. Shtimi i stafit shëndetësor u përmend në fillim, nevojat pra për shtimin e stafit shëndetësor u përmendën në fillim të këtij debati. Për të gjitha këto tashmë nga 1 minutë kohë, 1 minutë për juve, zoti Tahiri. Po, sa i përket infrastrukturës kapitale është renovuar tërësisht, do e transferuar tërësisht, ne do të vazhdojmë që ti pajisu me borna, të furnizojna me borna, gjithashtu të bëjmë rekrutimin e stafit profesional mbështetës, pra 150 infermiera shtesë do të punësohen si staf mbështetës që ka nevojë. Do të vazhdojmë të rekrutojmë gjithë mjekët të cilët e qytetit Mitrovicës, të cilët e përfundojnë fakultetin, jo ditën që përfundojnë, por do të ketë në vazhdimsi konkurse në mënyrë që si kodra deficitarë që janë, të jenë pjesë edhe të mund të kontribuojnë në qytetin e tyre. E kemi sfidë, disa ambulanta nuk kanë mjek për shkak që i punësojmë 2 muaj, 5 muaj, 1 vjet punojnë dhe mandej shkojnë në specializim për shkak që kanë ambicie për karrierë më të avancuar dhe lëshojnë vendin e punës, e sfidohemi për kësaj pjesës. Gjithashtu kontratën e shërbimeve shëndetësore në shtëpia do ta trefishojmë, është një punë që jemi duke bërë mirë, por vetëm do ta trefishojna për mandatin 2025-2029. Zoti Peci, 1 minutë kohë. Investimet në sektorin e shëndetësisë, fillimisht zotimi bashkë me qeverinë është që ne do të ndërtojmë spitalin rajonal në qytetin e Mitrovicës, që do të jetë investimi i qeverisë, po që thjesht ka qenë edhe angazhimi ynë që kjo të ndodhë. Mandej do të avancojmë shërbimet e mjekësisë familjare në të gjitha lagjet edhe fshatrat. Do të ngrisim kapacitetet e stafit aktual mjekësor, po gjithashtu do të rekrutojmë edhe staf të ri për shkak se një numër i madh në lagje ambulanta ka mungesë të stafit mjekësor, posaçërisht në disa prej fshatrave. Do të sigurojmë 100% furnizim me barnat esenciale, edhe njëkohësisht do të garantojmë qasje të barabartë për fëmijët, moshurit, gratë dhe pensionistët. Pjesë tjetër e programit është edhe pjesa e sistemit informativ ose SHISH, për shkak se do të punojmë në proces të digitalizimit, edhe gjithashtu do të rrisim kapacitetet me pjesën e stafit, sikur që është logoped, psikolog, fizioterapeut dhe punonës social, për shkak se janë profile
deficitare e nevojat janë shumë të mëdha në secilin prej këtyre institucioneve shëndetësore. Zoti Plakulli, çfarë ofroni për shëndetësinë në Mitrovica? Faleminderit. Unë përmenda që do të arrisim numrin e stafit profesional sepse kemi mungesë të kuadrove në sa i përket standardit të BE-s, i cili është një mjek për 2000 banor. Askush nuk e përmend, e kemi QKMF-n më të mirën në rajon, mund ta quajmë edhe në Kosovë, fal donacionit të Halil Kastratit, po fatkeqësisht në mungesë të kontratës kemi vetëm 2 autoambulanca që janë funksionale. Ka dhënë tash ministria një sfuni. Po unë planifikoj të blej edhe 4 autoambulanca në shërbim të QKMF-s. Do ta pajisim me staf të mjaftueshëm dhe me gjitha barnat esenciale për gjitha QMF-t, edhe çka është më e rëndësishmja, QKMF-n e Mitrovicës do ta largojmë ndikimin politik, në mënyrë që të akreditohet me standardin ISO 9001. Unë kam marrëdhënie shumë të mirë me drejtorin e QKMF-s, i cili fatkeqësisht edhe disa muaj do del në pension dhe Mitrovica do të ketë shumë problem të zaventësoj të drejtorin aktual. Mirë po e di që kam bërë shumë në ofrimin e shërbimeve, edhe nëse ndihmojmë në QKMF-n për të arritur standardin për menaxhimin e cilësisë 9001, besomni ose jo, gjitha analizat e laboratoreve të dala nga QKMF-ja do të jenë të njohura ndërkombëtarisht. Faleminderit zoti Plakulli. Sa gra drejtoresha në qeverisjen tënde nëse bëhesh kryetar pas 12 tetorit? Pjesë të ekipës Shumë shkurt. Pjesë të ekipës Përgjigjet e time, përshkurta. po ka Jo, s'ka sekunda në këtë pjesë. Pjesë të ekipës time ka shumë gradë zoja që janë, dhe sigurisht që minimumin 30% do ta kaloj, po nuk është që punën edhe fokusin do ta por vetëm kuptim të 30%? numrit, kuantitetit, po edhe si kualitet, e i bindun jam që ka shumë të përgatitne, edhe në qytetin e Mitrovicës ka shumë gradë përgatitne, të cilat do t'ja ofroj mundësinë që të kontribuojnë për qytetin e tyre. Sa drejtori për gradë, zoti Peci? Unë në kabinetin tim, prej fillimit mandatit dhe deri në fund si ministër në detyrë, numri më i madh është i përfaqësimit gjinor, se sa më shumë që kam pas në kabinet. Po kjo nuk si kryetar i Mitrovicës nëse i merrni votat? Unë nuk mundem me dhënë shifër, për shkak se mundem me përfundu shumica drejtoresha, po nuk mundem me dhënë një shifër ose një vlerësim, për shkak se kjo do të varet nga profilet kuadra, pavarësisht që në ekipin ton, edhe të garës, po edhe të atyne që nuk janë garë, ka një numër të konsiderueshëm të zojave, ekspertave të fushës, po varet nga njëherë edhe nga impenjimi ose dëshira e tyre për me marrë pjesë në ekzekutiv. Kështu që unë nuk jap ndonjë vlerë, mundet me përfundu me 30%, mundet me pas 70-80%, nuk është përkatësia gjinore ai që përcakton për mua relevancën e të qenit në ekzekutivin e kuptueshme. Zoti Plakulli, një shifër për drejtorit. Është pyetja e fundit apo kemi Jo, i kemi fatkeqësisht vesh edhe 4 minuta kohë. Unë kam menduar që jemi bashkë deri në 22:20, por nuk do të jemi sepse e kemi nisë moti këtë debat dhe nga regjia me bëjnë me djetë do të me përfundu. E kuptuam që jem të shku ka fundi. Jemi në fund. A do kemi, so flasën e për kuotën gjinore të drejtoresha, për mu është shumë e rëndësishme. Veç shkurt, sa drejtori për gratë, edhe po i nisi për juve pastaj 3 arsye pse duhet me ju votu me 12 tetor, shkurt 4 minutat e fundit. Une do të flasë edhe për çështje tjera, për arsyet i alo qytetarëve, se për mu sporti është më i nevojshëm se sa arsyet me votu gëzimin. Ajde regjia shkoj me 1 minutë se do ta respektoj kuotën gjinore 30%, po me dëshirë edhe do të arrim edhe 50%, normalisht nëse gjitha gratë i plotësojnë kushtet edhe përgatitjen e kam përgatitjen për ato pozita. Sa i përket pse duhet votohet gëzimi, janë 3 arsye. Gëzimi, programi gëzimit është i hartuar në diskutimin publik me qytetarët e Mitrovicës, i përgjigjet nevojave bazike të qytetarëve të Mitrovicës, është në linjë me planifikimet buxhetore, e kam ekipin më të mirë, edhe garoj me një listë të përbashkët për 34 burrave, grave, djemve, të vajzave më të mirë që i ka qyteti. Edhe jam djali qytetit, jam djali Mitrovicës. Po para se të flas edhe për arsye tjera, më duhet 30 sekonda të shfrytëzoj për sport. 20 i ke. Jo të lutna, 30 sekonda më shto se mas pak të kam folë. Vazhdo të lutem zoti Plakulli. Do ta se pyetje të vërtetë. M'fal, do ta funksionalizojmë qendrën Omnisportit, i cili është jashtë funksionit që 3 vite. Do të ofrojmë kurse të notit, falas për çdo nxënës të klasave të 5 të Mitrovicës. Do ta rindërtojmë stadiumin Riza Lushta, do ta japim
hapësirën për ligën rajonale të futbollit, i cili është investim me Federatën e Futbollit të Kosovës prej 1 milion eurove, si dhe klubit basketbollistik Trepça do t'ja ofrojmë një sallë për zhvillimin e shkollës së basketbollit. Zoti Peci, 3 arsye pse duhet me ju votu me 12 Për sport na jena të privu me fol, nga ke drejt? Nuk ka më, ose 3 arsye pse duhet me ju votu, ose fol për projektet në sport, 1 minutë, sepse veç edhe 1 minutë në fakt e kemi. Me 1 minutë, shumë shpejt, dhe 3 arsye pse duhet me ju votu. E para, unë kam dhënë dëshmi të udhëheqjes në institucione. Jam i bindën që mbi 90% e fermerëve në gjithë territorin e Republikës Kosovës e dinë se si ata sot kanë një qasje shumë atlet, thjeshtësim procedure, rritet përkrahjes, rritet transparencës, edhe si rezultati i kësaj në sektorin e bujqësisë është rrit sipërfaqja, prodhimi dhe eksporti. Shembulli i mirë i Ministrisë së Bujqësisë dhe rezultateve më të mira në historinë këtë sektor, unë nuk kam ambicie më të vogël se sa me qenë edhe kryetari më i mirë i Mitrovicës së pas luftës. Rrjedhimisht, përvoja, guximi edhe dashnia për pozicionin, vendin, këtë rast sikur se ka qenë për sektorin e bujqësisë edhe për Mitrovicën, janë elemente besoj të mjaftueshme për të bindë qytetarët për me pas besim të ikon. Tek sporti, pik dop të kam sportin, po na hinin hak që s'po na lëni mundësin me fol, po herë tjetër. Faleminderit shumë, po vazhdojmë juve zoti Tahiri, një ma pak se 1 minutë. Unë do të vazhdoj veç arsyet pse do të të jem me qytetarët e Mitrovicës në secilin projekt, në secilat sfida. Uroj e lutna që me gëzu realizim projekteve shumë a shumë, mbështetjen dhe besimin që janë duke mallon qytetarët e Mitrovicës e marrë me përgjegjësi të mëdha. E lexoj edhe si investim të tërë qytetit në një gjenerat të re, ndikon që e shohin që ka ambicien, dëshiren edhe energjin me kontribu për vend vetin, me kontribu për qytet vetin, do ta bëj maksimalisht në secilën ditë me realizu dhe do të jem kryetar i gjithë qytetarëve të Mitrovicës pa dallim bindjeve politike, partijake, për shkak që për mua qyteti dhe qytetari është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Faleminderit zoti Tahiri, faleminderit zoti Peci, zoti Plakolli për këtë debat për projektet e juaja për qytetarin e Mitrovicës. Ju uroj suksese në garën e 12 tetorit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, suksese edhe juve. Deri të nderuar shikues, ne pas pak do të jemi me kronikën zgjedhore në RTK dhe në orën 23 me analizën zgjedhore. Faleminderit që ishit me ne. Qëndroni edhe më tutje me ne. Filloi me një kompani zvicrane që kërkonte të fliste me zemër, me shqiptarët që jetojnë larg, por e mbajnë vendin në zemër çdo ditë. Nga kjo dëshirë për